Qëllim seancën gjyqësore për gjykimin e çështjes nr. 106, 1465. Ndërkohë media publike media do ta ndërprisin këtë media. Atëherë media do pritën disa ligji sepse media do ta transmetojnë live. gazetar. Ju nuk keni asnjë bazë ligjore. Asnjë bazë ligjore që të ndërprisni transmetimin live të media drejt për drejt. Sepse ta kushërinte këto. Jemi rikthyer të nderuar, jo të them unë. Nderuar të shikues, jemi rikthyer në pjesën e dytë, që do të jetë një pjesë shumë e rëndësishme. Sot ka nisur gjyqi në themel ndaj Ilir Metës. Jo, nuk ka nisur. Ja, shef këtu zgabim, nuk ka nisur. Unë di që nisi do t'i tani. Jo, zotëri, jo. Po tani unë i kam fatë. S'ka gjë. Atëre nuk ka nisur, sot nuk ka nisur, duhet të niste dhe nuk ka nisur gjyqi në themel. Ka shkuar është ndarë çështja. Ndaj Ilir Metës, Monika Kryemalli dhe të pandërëve tjerë. Në gjyq lejohen në sallë gazetarët, por jo transmetim live. Duke ngritur shqetësimin serios, nderuar të shikues që ne e kishim e thamë në studio herën e kaluar, për transparencën në një nga gjyqet më të rëndësishme të kësaj që ne i themi drejtësi e re. Është një gjyq me interes lartë për opinionin për publikun. Interes të jashtëzakonshëm. Dhe nuk transmetohet. Vend disa njerëz aty dhe pastaj njerëzit dalin dhe i thonë secili sipas interesit të medias ku punon. Tani për diskutuar këtë çështje, unë jam në studio me Monika Kryemallin dhe disa analistë. Monika, mirëmbrëma, faleminderit shumë. Arta Noxha, Batona Gjiu, Antona Bilegaj, faleminderit shumë. Tani, zonjë Kryemalli, tani nisje për nuk nisi sot, se për në habit tani ti. Por nisje quhet kjo. Tani, me thënë drejtën, Ylli, historia e procedurave gjyqësore është një histori komplet tjetër. Ne jemi mësuar që t'ju bëjmë gjyqin njerëzve nëpërmjet debateve publike. Pra, me TikTok, me Instagram, por faktikisht procedurat ligjore janë komplet tjetër nga ajo çfarë ne pretendojmë në jetën tonë përditshme. Duke qenë që 3 nga të akuzuarit kanë kërkuar ndarje të gjykimit dhe gjykim të shkurtuar, normalisht sot trupi gjykues i drejtuar i kryesuar nga Etleva Dete do të mbajë këta 3 persona që kërkojnë gjykim të shkurtuar, ndërsa unë dhe zoti Meta, të cilët kemi kërkuar gjykim normal, sepse kemi provat të tjera të cilat nuk janë administruar nga SPAK-u për t'i përfshirë në dosje, do të shkojmë dhe do të bëhen edhe një herë materialet e tjera dhe do të shkojnë në gjykat përsëri dhe do të shortohet, pra do të hidhet shorti dhe mbas shortit pastaj do të vendoset kush do të jetë trupi i ri gjykues për çështjen Meta Kryemalli. Jemi okej, por ndërkohë, ne si media, këmbull dhe njerë këtu për të ndryrë dhe kolegët, nuk në lejojnë të transmetojmë live, por kanë filluar të dalin prej gazetarve copa bisedash, aty, si për shembull, Ilir Meta 200.000 euro, Kasiot Ismaili e tjera e tjera. Pra, këso gjera, publiku i gjera, në një moment, në një gjyq shumë të rëndësishëm, duhet i shikoj aty, sepse media të shkojnë i marrin, dhe media jonë për fat keq, ne do më thënë media jemi të ndarë si pas politikës. Do më thënë, shfaqoj që themi tani, hajde të mburim veten e gjitha, por e vërteta është shumë e thjeshtë. Ka gjera paka shumë, këto gjera paka shumë po dalin tani, si thashe theme, pra ky gjyq me këlloj mënyre do të raportohet. Si ndijeni ju në këtë proces, ndjeni veten barabart me palën tjetër SPAK-un, apo jo, Monika, dhe të thonë dhe kolegët nga dy Po pa tjetër që nuk jemi të barabart, pavarësisht se gjykata mundohet të ruaj një lloj, po themi, balance, do të sqaroj 2 gjëra, zoti Rakipi, ka i problem me gazetarët, nuk është faji tyre, por është procesi aq i gjatë. Gazetarët qëndruan vetëm gjatë kohës që bëri një përmbledhje të prokurori. Dhe kur erdhi momenti që do të, po thenim, do të jepnim argumentat qoftë unë apo qoftë zoti Meta, asnjë nga gazetarët nuk ishte në sallë, ishin vetëm deputetët e kuvendit, pra 3 deputetët e kuvendit edhe 2 veta, po themi 2-3 veta të tjerë. Pra nuk kishte gazetar për të dëgjuar edhe argumentuar çështjen e 200.000-shës që thoni ju, sepse për ju dhe për opinionin publik, 200.000 nuk ekziston zoti Rakipi në dosë, më shikon mua, apo po shikon ekranin. Po ty po të shikoj dhe aty që... Shef mua atje se të përmet. Po e thash po s'është më shur. A dhe mirë, si ndushti. Jo, mirë duke e këtu, po tani unë bëjshë ka tani.
Që dhe bëndojnë Pra nuk batur është njeriu. 200.000. Mesazhi që pretendohet është një mesazh i cili ka dalë në mënyrë informale nga një punonjës, po themi, OPG e dikushme në 2009-ën, Lutfi Minxhozi, diçka e tillë që quhet, i cili për hir të, siç ndodh rëndom, ka nxjerrë një mesazh të tillë, kur ky mesazh faktikisht nuk është i administruar, qoftë nga SPAK-u, qoftë në gjykatë, pra nuk ekziston. Sepse në qoftë se ekziston ky mesazh, e para një herë, çfarë është 200.000? Është 200.000 flet palose, është 200.000 flamur, është 200.000 lek, është 200.000 euro, është 200.000 dollar? Nuk ka fare. E para, e dyta, në qoftë se do të ishin para, si janë qarkulluar këto para? Pra, i ka marrë, si ka marrë, ja ka dhënë, si ja ka dhënë. Ndërkohë që Kastriot Ismaili në dëshminë e vet, edhe në 2009-ën, edhe më vonë, mbasi e ka marrë 2 herë Altin Dumani në burgun e Fierit, me orë të tëra të zgjatura nën pa ujë, pa bukë, pa gjë, nuk e ka pranuar dhe nuk ka thënë dhe nuk ekziston që të ketë dhënë 200.000 euro. E para, e dyta, nuk ka asnjë llogari bankare, qoftë nga Kastriot Ismaili apo nga institucione të tjera të lidhura me Kastriot Ismailin, që të jenë tërhequr 200.000 euro apo dollar në atë periudhë kohore, qoftë një javë para, qoftë një javë mbrapa, apo një muaj para, apo edhe 2 muaj mbrapa, apo edhe 3 muaj mbrapa. Kështu që e gjitha kjo është një lloj aludimi që hidhet për të mbajtur në ushqim opinionin publik. Dhe ajo që unë ju a thash edhe gazetarëve ku dola nga salla e gjyqit, i thash do të ishte më të mirë që të kishit shkuar kur fliste prokurori, sepse atë çfarë prokurori tha, ata e kanë marrë që ditën që është arrestuar Ilir Meta, sepse pa e marrë ne akuzën në dorë, vendimin e gjykatës Erion Çelës, se kanë marrë gazetarët dhe mediat përpara se ta merrnim ne, se çfarë kishte ndodhur. Kështu që është kjo gjë, ka një lloj, po themi, presioni, mund ta quajmë të prokurorisë apo të SPAK-ut në proces, megjithatë është për të parë, sepse ajo çfarë shikojmë, nëse ne nuk do të kishim një presion, mediat nuk kishim pse të iknin nga salla. Dhe unë sot e mora vesh, se unë seancat e tjera të gjyqit i kam edhe me video dhe me zë. Sot na thanë që nuk i keni me video, i keni vetëm me audio. Pra, atë video në thoshin në... Po, ajo videoja në sallë, ne nuk e pas kemi, nuk e merr kemi vetëm në audio, jo me CD me video. Sepse, çfarë ndodh? Ja dhe për atë mashtruan dhe vëtë. Ndodh që është kërkuar nga Altin Dumani në një 2-3 seancat të tjera më përpara, që ne nuk duam të bëjmë transmetimin live, sepse na deformojnë dëshmitarët rrugës. Pra, dëshmitari shikon seancën gjyqësore dhe ndron mendje rrugës. Në fakt, në çështjen tonë, zoti Rakipi, nuk ka asnjë dëshmitar kundra. Të gjithë dëshmitarët kanë qenë në favor të zotit Meta. Pra asnjë, janë 105 dëshmitarë që janë thirrur. Janë thirrur dhe ata që kanë firmosur për dhënien e tokës. Çfarë dëshmitari ka thirrur Meta? Me që janë në favor të Metës? Jo, akoma s'kemi dalë ne më. Këto janë 105 dëshmitarë që ka thirrur SPAK-u. Dhe këto nuk janë kundër Metës? Asnjë s'është nga ata. Pra, në gjithë fashikullin për 650 faqesh të 105 dëshmitarëve që janë thirrur për çështjen tonë? Je sigur Ku e din? Si? Po i kam lexuar unë. A i ke lexu? Po patjetër. Kam lexuar gjithë dëshmitë unë, kam lexuar 150.000 faqe, unë kam lexuar gjithë gjyqin. Unë aty pashim kishte hetuar dhe Adriatik Llalla, me Ridvan Bodën. Si se zuri dhimbje kokë? Si më zurin, vje për të vjellë, ore. Tash nga kompjuteri vjet për të vjellë. Tu ka, ti 150.000 faqe ti ke kaluar gjithë testet. Këtu ke politikanë shqiptarë, kur lexojnë libra, faqe 2 të bien. I zë libri. I zë libri e lexojnë tjetër. Libri më bien poshtë. Jo, unë kam lexuar nga halli ylli, nuk Po është se... ti e ke dhe nga halli, e ke kaluar, se ti do kështë vjellë më përpara, po e ke lexuar nga halli këtë. Po të kisha, do ishe shumë mirë, në fakt se nuk do isha këtu, do isha si ca tjerja shtetit. Do kishe libër, thuaj. Po, nuk do isha. Tani. Isha edhe... Po ju le ta bëjnë sqarim për këtë, se interesante kjo e 200 mishës, edhe unë çudita sot që dëgjova. Këtë si materiale kam publikuar unë në janar të vitit 2016. Në kohën kur zonja Monika ishte... Cili ishë materialin e jep, thuaj... është një mesazh. Më duhen deri nesër në darkë 200.000. Ta shpjegoj unë. Në të kohë zoja Kryemadhi ishte në aleancë, mos gaboj, me zotin Bash. 2016-ën? 2016. Jo, 2016-ën kemi qenë me Ramën e ma. Je. Ishte reforma Se drejtësi. këtu era ty ishit ju, se ju e mbani të pushtetin. 2016-ën. Ku kalonit ju, kalon të pushtetin? 2019 në këtë drejt. 2016. E kam zirë në 2016 dhe pastaj në 2019 kam pas prap një publikim tjetër të ti, dhe kujtoj fare mirë që mes njerëzve që e dinin që do dilte ky material ka qenë zoti Basha, të cilën e kam njoftuar vetë në atë kohë. Ndërkohë, për çfarë bëhet fjalë? Zoti Kastriot Ismaile ka qenë përgjigjem nga prokuroria që nga viti 2008.
Dhe 2 ditë para zgjedhjeve të qershorit, mos gaboj 24 qershor, 25 qershor ka qenë ato të vitit 2009, është regjistruar ky mesazh. Tani, në mesazh, kjo ka qenë pjesë e dosjes numër 978. Dosjen e parë Kastriot. Po, dhe në këtë mesazh aty nuk thuhet emri, kush është emri i telefonit, sepse në atë kohë ka qenë ndaluar të përgjoshin deputet, ministra, Duhet merrë leje nga parlamenti. personat që kishin imunitet politik. Dhe mesazhi është lëshuar pra në datën 22 qershor 2009, në orën 5:27, mbas dite, dhe është dërguar nga numri 6820 31 701 drejt numrit 68 296 93 Kastriot Ismailaj. Me tekst si vjon: nesër në darkë duhet të takohemi patjetër, më duhen 200.000 patjetër, mos harro. Ky ka qenë mesazhi. Tani, kush është gjëja që më çuditi mua te kjo e djeshme. Me sa di unë, Ylli, kur ka dalë ky mesazh, atëherë unë kisha një material të cilën e kisha siguruar nga një dosje e vjetër. Dhe kam pasur materialin e përgjimit, aty ka pasur shumë, nuk është përgjuar, janë përgjuar shumë njerëz, përfshirë dhe kolegët tanë, gjitha, siç kishte mbajtur përgjimi. Por, në rastin konkret çka kishte bërë, njësia që duhet bënte përgjimin, në momentin që haste që në përgjim është dhe një politikan, duhet ta ndalonte përgjimin. Megjithatë, në momentin kur ne kam publikuar për herë të parë në janar 2016 tek kolegu Fevziu, menjëherë prokuroria, sepse kjo çështje u mbyll dhe pastaj u rihap. Kur u rihap, atëre doli dhe përgjimi. Dhe rihapja është bërë, mos gaboj, me urdhër të Kosta Belurit, ndërkohë tek përgjimi në atë kohë ka qenë Thoma Jano. Prokurori tjetër Thoma Jano. Dhe çfarë rezultoi? Mua më thirrën atëherë në prokurori dhe më thanë ku e ke gjetur këtë material, i cili ishte i njëjtë me atë që ata kishin në dosje. Dhe çfarë mësova aty? Aty mësova që ky material, pavarësisht nëse ishte apo si ishte më the thash, ishte i papërdorshëm juridikisht. Pse ishte i papërdorshëm juridikisht? Sepse gjykata kishte marrë vendim që kjo pjesë e dosjes ta azgjësoj. Pra, mua më thanë, kjo që ke ti, zotëri, është e njëjtë me këtë që kemi në dosje. Po kjo është azgjësuar, nuk mund të përdoret politikisht, nuk mund të përdoret juridikisht, dhe kjo nuk ka më vlerën e provës. Ky është debat që ne jemi pas bërë te kolegu Fevziu. Nuk e ka më vlerën e provës. Nuk ka vlerën e provës, sepse me vendim gjykate është i azgjësuar. Pse është azgjësuar e di drejtësia. Tani mua çudia që më bëri sot është person me imunitet ai. Jo, s'kishte lidhje me imunitet. Dosja vet ishte mbyllur. Ishte mbyllur dosja. Në moment që është mbyllur dosja, ishin azgjësuar pjesë të fashikurve të dosjes. Në momentin kur u hap dosja, ata u vunë para faktit kryesor që unë e kisha atë materiali, mos më kishin azgjësuar dot se kishem të ruajtur në arkiv. Tani, mua më thanë që kjo nuk ka vlerë më juridike, sepse kjo është e azgjësuar me vendim gjykate. Habia që po ata unë sot, nuk e di Zoja Kërmalli mund ma thotë unë si sa rrita do të ishte në seancë, kam qenë në media live në atë moment, ishte fakti që e njëjta gjë që është e azgjësuar me vendim gjykate dhe prandaj se ka në dosje këta, dhe mbas se të ketë drejtë që do ta kishin vënë në si material, ti se ke në disponimet, të aktet. Nuk është më. Të aktet që ke ti. Jo, fare. Dhe ta sqaroj këtë një minutë. Ja ta them unë ty. Dhe ta sqaroj këtë pjesë. Pra, mua më bëri përshtypje fakti, derisa për këtë ka një vendim azgjësimi ose një vendim ekzekutimi që çon në azgjësim të materialit, atëherë çfarë ka ndodhur? Mbas vitit 2016, kur mua më thirrën më thanë kjo s'vlen më se kjo është azgjësuar, që ajo u riciklua dhe u rikthye sot në seancë. Ta shpjegoj unë shumë thjesht. Ka kisha. Ja ta them unë. Se mbas më thresin aty dhe Von të sqarojmë veç një sam pastaj ju sqarojnë këtë. unë do vi dëshmoj aty, po të paktën mos jap më shumë se ç'do të jap. Edhe kjo do të edhe një farë po themi dialogu me ty edhe me Tanin. Fuqia e prokurorisë në opinion publik është në momentin kur vendos të jep dromca nga dosja që ajo i mbledh në një periudhë caktuar kohore. Dhe ajo është përparësi derisa kur fillon procesi gjyqësor. Parasysh se ka mundësi që t'i jap ata dromca dhe ta ndërtoj rrëfimin e vet, duke bindë opinionin publik e tjera tjera.
Dhe kjo fuqi zhduket në momentin kur fillon gjykimi. Dhe aty, pastaj, jeni barabartë, parasysh se në një momentin kur droncat dalin publik, fuqia ju është e vogël, ose gati pa përfillshme. Dhe tash po shoh që prokuroria sot, ose gazetarët që kanë marrë këtë, prokuroria ka gjujtë edhe një gjë 200.000 euro. Megjithatë, këtu dash që me qenë se kjo pjesë e dosjes është asgjasuar për arsynë të tjera, unë nuk e di pse ka dalë në publik dhe pse është e tillë. Nëse është asgjasuar dhe hyn pastaj atëherë ka elemente politike. Dhe edhe të mos jetë asgjësuar. Jo, unë po du ta sqaroj këtë me ju, ose të ma sqaroni ju mua, si është e mundur që kur të gjitha gjërat janë kopcitura nga prokuroria në mënyrën se si kanë kopcitur, ende janë në pafuqinë e spekulimit. Dëshirojnë ta përdorin fuqinë e spekulimit. Kjo është e patolerueshme tash. Parasysh se kam pas kohën e mjaftueshme ta shkatërrojnë imazhin e Ilir Metës përmes këtyre droncave. Tashmë janë barabartë dhe kjo është betejë juja. Çka ka ndodhur dhe pse ka dalë kjo, po duhet që të ma sqaroni. Ja po ta shpjegoj të vazhdoj. Atëherë, që të kuptojmë diçka. Kjo që thoni ju, Baton, është Monika dhe i pyetët se është pyetët se ky po të sqarojmë edhe me që jenë proces. Se prapë nuk e kuptoj. Në që moment e nëzuri prokurori Sotir Klapi këtë, për çfarë donte të thoshte? E kanë akuzë, ma. Po lexon dhe kërkesën për ja pra tani më dëgjoni mua çka ka. Jo, po të ma sqaron, nëse do më dëgjoni. Ja do më dëgjoni. Në çfarë faze ai nxori këtë? Se për këtë pyetje dhe nuk ekziston si provë. Ku e kishte? Mesazhi është provë. Tani në 240 faqe që janë. Kërkesa për gjykim. Po. 240 faqe. 210 faqe janë me perceptim. Më the të thash, dëgjuam perceptimin, mendojmë, i thash, u tha, më tha, do vi, a ke, aske, ku je, do mbleshi pa lvath, por nuk bëjnë o motra janë si je, do dhe që të them, muhabet e grash. Jo, grash. Po, pa tjetër. Tani do më... Jo, muhabet e grash, janë, sepse në 240 faqe, Baton, 200 faqe... Prap, ai po lexon të plot 240 faqe, apo vetëm një përmbledhje? Po. Të plot? Po. Dhe në 220 faqe, 200 faqe, Baton, flitet vetëm për Monikën. Pra, e gjithë marrëdhënia ime me kushuririn tim, me shoqërinë time, me fëmijët e mi, me njerëzit, me bizneset, me deputetët, me tërë. Pra, aty në 200 faqe është telefoni im, që është për vitin 2014 dhe deri në maj të 2015-ës, është telefoni im dhe kanë marrë në bazë të mesazheve, kam un komunikim, po themi me minatorët e Bulqizës. E kanë marrë çështjen e ligjit. Ja një sekond, mos unë të filluj, se ato folën 20 minuta, tani do të shprehem unë. Po ja pra të them që të dalë të 200, po jo pra, ja më lër të mbaroj. Do të sqarojmë opinionin as pas kundër. Dhe çfarë ndodh? Aty është bërë një çështje që ne na duhet ky zotëria ta fusim brenda burg edhe të mos kandidoj për deputet. Po këtu që. Dhe atëherë çfarë do bëjmë? Filluar që në 2011-ën. Gjyqi thoni ju është një farsë. Po patjetër që është super farsë. Akuzat janë politike etj. O li pas mos. Keni pritshmëri nga gjykata, po këtë. Po nuk kam zotëri pritshmëri fare tani, çfarë pritshmëria? Më lër një çik. Dhe çfarë ndodh tani? Kjo biseda, Monika, prit më dëgjoj. Kjo biseda është e 2009-s. Prandaj po them ku e futi prokurori nga 2009-s, po ja pra çka ka ndodhur. Se kjo është 2009 para zgjedhjeve. Në gjykatën, në kur ishim në seancë paraprake. Pra thuhet me këto legu ble mandati 4, ë? Në ndroq. Në seancë paraprake, kur zoti Meta filloi të shpjegonte gjithë procesin e Çesdias, çfarë ka ndodhur, si ka ndodhur, çfarë ndodh marrëdhënie të tëra, sepse shqiptarët nuk e dinë që si kompania Kastrioti Ismailat kanë qenë 72 kompani. Shqiptarët nuk e dinë që Kastrioti Ismailaj kishte mbledhur, po themi 5 milion euro borxh, ndërkohë që 71 kompanitë e tjera kishin mbledhur një 800 ca milion euro borxh. Dhe nuk e dinë, dhe shqiptarët nuk e dinë që nga këto 5 milion që kanë mbledh Kastrioti, 1 milion e gjys ka marrë Kastrioti, 3 milion e gjys i ka marrë shteti shqiptar. Që ka dalë me fitim. Pra, në gjithë këtë historinë që po themi se ajo është një histori tjetër që duhet diskutuar, dhe ajo është një marrëdhënia ime personale, që unë ta kisha ditë që Kastrioti Ismailan e ka fut në burg, se donin që t'i merrnin historitë dhe të mbylleshin historitë e çështjes Çesdias, që nga privatizimi që është bërë në kohën e Gencurulit, dhe për rikthimin e Çesit në kohën e Edi Ramës, kjo është një histori tjetër që për këtë nuk flasim dot në më sot, se ai tjetri s'do t'i kthehet më kësaj historie. Tani çfarë ka ndodhur? Ktu ka ndodhur që
Sotir Klapi dhe Arben Kraja ngelën të shokuar kur Ilir Meta fliste për Qesdiën. Nuk orientoheshin dot, sepse çështjen e Qesdiës e ka bërë Altin Dumani, i cili e ka filluar në shkurt të 2018-ës çështjen. E thamë para 2021. Dhe pse e ka marrë këtë përsipër Altin Dumani? Altin Dumani ka marrë përsipër këtë dhe i ka thënë, ka çuar haber nëpërmjet Ulësit Manjas. Mos ta çon analizë, po na çon analizë. Po nuk do të çon analizë, se këto do të them pse ka ardhur ke kjo dosje. Po mirë dhe i ka kërkuar ke Hotel Kotoni, është edhe fotografia, është edhe përgjimi, se prandaj nuk u bë Altin Dumani kryeprokuror, se Sali Berisha dhe PD-ja ja dha lejen Altin Dumanit për të bërë kryeprokuror në 2018-ën. Sepse ka qenë i përzgjedhur i Sali Berishës në kohën që ishte në pushtet për ke krime të rënda. Dhe ky i tha, kjo vetëm merak i tha e Dramës, më bëj kryeprokuror, se unë do të fus në burg Ilir Metën. Pastaj këtu është tjetër gjë, dhe çfarë ndodh? Kjo është kur po thuj tha e Dramës. E ke të regjistruar, e ka operacionalja me shërbimet e huaja. Jo, në rregull. A do ta përdorësh gjyqat aty? Po çfarë do përdor gjyq unë ato? Ai ka bë burgun Ilir Meta. Po ç'm duhet mu ta përdor gjyq? Atë ta nxjerrin shërbimet e huaja që e kanë. Se me këtë arsye nuk e zgjodhën kryeprokuror. E para, e dyta, unë me dashë të nxjerr, po për çfarë ta nxjerr? Një e para, e dyta vazhdojmë ke tjetra. Baton, jo, mos më ndërprit. O Baton, unë ju dëgjova juve, tani mos më ndërprisni. Jo. Dhe vim ke 200.000 euro. Jo, po si trupi gjykus të thotë është rradha jote. Po analist, po ju jeni 4, trupi gjykus, unë jam 1 me 1 atje. Ai s'ka fol fare. Po ai po dëgjon. Edhe ky s'ka fol fare. Tani, çfarë ndodh? Çështjen e Qesdias ngelën. Dhe në radhës që kaloi nuk erdhën prokurorët. I thanë Altin Dumani, çko mbroje vetë Qesdiën. Dhe çfarë ka ndodhur tani? Duke qenë që situata ke Qesdia ju zhbëhet, se nuk ka asnjë provë. Çfarë kanë marrë? Kanë marrë këtë mesazh, të cilin e kanë fut në akuzën e parë, nuk është mesazhi 200.000. Është futur në, po themi në që sollën në tetor, si quhet? Korrektim, a ku diun se çfarë quhet? Jo, po s'është puna ke prova. Ajo është ajo që ti të merresh mediatikisht me këtë gjë. Dhe dakord, i thamë ne, shumë mirë që ju pas keni këtë mesazhin. E para dhe po ti ketë kërkuar s'ka si gjë të keqe, po se i kam kërkuar sot dhe ti kam kthy nesër. Çka ke dash, po kam dash me blej gjë, nuk e bleva, ja ktheva lekët mbrapsht, e zëm dhe jam brenda vitit. Brenda vitit po themi të deklarimit pasurisë. E dyta Ilir Meta. Do ta vazhdojmë. Jo, prit. E dyta, apo do ta vazhdojmë çu tani ti do më lësh flasim mua. Po pse nuk do ta vazhdojmë? Po u ska marrë të bëj emisionin tonë. Po ti si las të mbrojnë këta? Po ka marrë flas për vetë. Po ti se kupton që këta po të mbrojnë këtë rast? Po çfarë po mbrojnë më valla? Po po jam po të them gjë shumë thjeshta. Po ti po merr dosjen tani dhe se kupton njëri. Po jo më valla, jo, nuk është kështu. Mos u nxef. Dhe çfarë? Hoxha hyri në një moment që është një budallëk për një gjë që është fshirë nga dosja. Dhe tani popullata kuptoi që është kërkuar kjo. Jo, popullata. Mbaj fjalim. Popullata sipas Batonit dhe tani thotë që përderisa është asgjësuar dosja, thotë kjo nuk është. Ore, kjo gjë që këta pretendojnë nuk ekziston as si provë, as si veprim. Se po themi pra, nuk është vetëm provë që nuk është më dhe që është asgjësuar, por edhe si veprim nuk ekziston. Dhe prandaj po them. Dhe përdorimi i prokurorisë për këtë mesazh është për të krijuar një lloj insinuate komplet tjetër. Vetëm pak, Monika. Po flasim për 2 vite që kanë kalu. Dhe ata kanë pas në dorë të ndërtojnë rrëfimin e tyre. 3 vjet, Baton. Prokurorin. Jo, 2 vite i ka që ata kanë fillu mi vendos dromcat për... Jo, Baton. Ajo ka filluar që në qershor të 2022-shit. Po dakord më... Çështja. Ja, 72. Çështja ka filluar. Dakord. 4 vjet me dromca. Me shashka. Dhe të lutem, ajo që mu po më intereson, është se dromcat ma nuk kanë vlerë. Po dromcat përkthejnë Shqipo vllotani ti se. Po dromcat janë fashethemet, shashka, informacionet. Dromca është fjalë shqipe, ylli, shumë. Është dialektologjike. Jo, po s'ka lidhje është. Po s'ka lidhje dialektologjike. Dhe me thonë, dromcat janë pjesë të tanësis, të cilat përdoren për këto gjëra, për... Merremi ne me këtë muhabet. Dhe, ajo që më une po du me sërë. Pasazhe tu. Po, pasazhe, po. Në njëri vend, në tjetrin dhe... Dhe, ajo që unë du të ndëgjoj nga ty, Monika, është ma ta shenit barabartë. Dhe këto pasaksi nuk kanë vlerë, ose këto shtytje të cilat prokurorin i nxjerr tash, ma nuk e kanë vlerën e fakteve. Mu po më intereson qëfar
në çfarë do t'jetë, do me thënë, reagimi juaj kur t'ju vjen radha që të flisni mbi gjithë këtë dosje që zoti Domani ose kush do që e lexon aty. Çfarë do të thoni për 200.000 euro? Si do të përgjigjeni? Të t'jap dhe një element. Ju dhe bashorti juaj vetëm një sekond. Keni qenë po sepse edhe këtu keni bërë gabim sipas meje për shembull, sepse ja një minutë. Sali Berisha është bashkuar me gjithë familjen dhe mbrohet me gjithë fuqinë. Ju jeni bërë copë çik dhe ju bën çfarë duan ata. Bashkë janë në gjyq. Në gjyq po mo. Bashkë me ata. Ata janë. Tani, ju dhe bashorti juaj, ish bashorti juaj keni qenë 35 vjet majët e pushtetit Shqipëri. Ju e keni marrë pushtetin nga këtu e keni transferuar te Batoni, nga këtu e keni transferuar te Entone. Kingmaker. Ju keni qenë kingmaker dhe një faktor shumë i rëndësishëm. Tani popullatës në Shqipëri, ju duhet thoni gjëra që ti dëgjojmë ne këtu, dhe të na mbushni mendjen ne që, ore, kjo që po bëhet kundër jush, se populli shqiptar nuk i pëlqet shumë kjo gjë. Po merren 2 veta aty thotë që kanë bërë gjithë këto gjëra. Pra, ne duam, Monika, që ti të na spjegosh në mënyrë të qartë të gjithë ç'është ideja juaj, ç'a po bëhet me ju të na e thuash. Jo me këto detajet që merr ti, se 150.000 faqe që thua ti janë sa gjysma e letërsisë romake. Dhe nuk do populli shqiptar të dëgjojë vetëm ato që do thuash ti për kushërinë e gjithë. Ne po themi gjëra shumë tjera. Atëherë ti do analizë politike. Po gjyq politik të duket, ti po thua që ky është gjyq politik. Patjetër, ti tani do analizë politike. Pse e bën ata këtë gjë? Po pse më patjetër ta them unë. Pse e bën? Po, shumë mirë. Largimi i Ilir Metës duhet një opozitë e çmontuar, që është e çmontuar, dhe duhet për të ngjallur frikë, terror dhe panik tek të gjithë opinioni publik, se ne kur ja bëjmë Ilir Metës këtë gjë, juve të tjerëve s'ju kemi asnjë gjë përpara. Dhe vazhdojmë këtë tjetra, ku do të dalim tani? Do të dalim u përdor spaku kundër Gysa Gasit dhe Belinda Ballukut. Pse u përdor? Për të liruar krahët Ramës, për që Rama i qetë dhe i lirë. Pse? Dhe kushtet të zhvillohet gjyqi juaj, Monika, dhe kushtet të zhvillohet konteksti, pranimin Bashkimin Evropian e gjithë, është që e hani ju, moj, zonjë. Po patjetër që e hani. Po këtë të pyesun, është disavantazh këtë proces. Dhe çfarë ndodhi? E mori spakun si një instrument. Zotri tha, unë do t'jap mandatin e dytë, për kryeprokuror do t'ju azjas edhe 9 vjet të tjera, mandatin si prokuror të spakut. Ndihmon këtë gjyq. Kjo rrëfim nuk ndihmon. Po baton, më fal, ti do gjyqin, ky do analizë politike. Tani ndajni ju të dy me njëri tjetrin. O do flasim për gjyqin, o do flas për analizën politike. Se ky thot mos fol për gjyqin, për 150 përgjigju pyetjeve që të bën Batoni. Po ti nuk më lë të përgjigju dhe pyetjeve që të bëj unë. Po unë do bëj pyetje shumë thjeshtë. Nëse ne do bëjmë pyetje më thjeshtë është bëra unë. Po do të them dy gjëra. Nuk besoj se ka. Unë thash zonjë. Në gjyq mua nuk më ndihmon kjo. Konteksti në të cilin zhvillohet ngjarja juaj nuk të ndihmon fare. Tani ti do politik, të mbaroj me Batonin dhe pastaj të vazhdoj me ty, ose të mbaroj me ty dhe të vazhdoj me Batonin. Është politik. Në gjyq nuk më ndihmon, në gjyq më ndihmon fakti dhe prova. E para dhe vetë provat që ka sjell spaku në dosje janë ato prova të cilat mua më japin jo vetëm pafajsi, po më japin dhe të drejtën morale për ta hedhur ner pastaj spakun, moralisht. Ndërsa nga ana politike, patjetër që unë shoh një bashkëpunim të spakut me qeverinë dhe me segmente të caktuara të opozitës. Sepse historia e çesdies ka filluar nëpërmjet një shkrimi që është bërë në birë nga Lindita Çela, të cilën e ka marrë nga Lulzim Basha si shkrim. Dhe historia e çesdies dhe gjithë sulmeve ndaj Ilir Metës. Lindita Çela ka bërë vetë se ka qenë gazetare të unë në 20. Po mirë, më fal, nëse Lindita Çela e ka bërë vetë, atëherë Lindita Çela do mbaj përgjegjësi se Lindita Çela ka gënjur aty. Në shkrimin që ka bërë për çesdien. Po jo, do mbaj përgjegjësi se përveç asaj. Ja po nisi nga këto. Lindita Çela që unë e njoh mirë, nuk e urdhon Lul Basha tani. Mone nuk e ka urdhëruar Lul Basha, po shkrimin e ka bërë Lul Basha, të dhënat. Po pse? Si pse? Po se duhesh të largohesh te Ilir Meta nga Partia Socialiste. Dakor. Në rregull? Ai marr mend çadrën. A u bë shkrimi në gusht të 2016-s? Dhe në shkrimi 2016-s dhe me njëherë mbas asaj ka dalë Dritan Prifti. Kasiloti Ismailaj ka qenë në burg. Ka filluar mesazhet e gruas Kasiloti Ismailajt. Ajo e ka nxjerrë nga dosja me Lat Meçën, avokatin. Mesazhin që ja kanë dhënë Tan Hoxhës. Tani çfarë do merremi ne gjithë? Bën ajo kërcënimet Ilir Metës me mesazh telefonik. I thot Ilir Meta prokurorisë, o zotri, me numër para. Dakor, pra, që e ka pasur që nuk që nuk ju ejti. Të atij vezë. Që ka qenë një shkrim tjetër. Po flamur vezë me
kolegu Vezë nuk e ka qenë Po, dhe mbas asaj... Lexuan ato. Po. Flamur Vezit, jo. Po, dhe çfarë ndodh? Më kujtohet. Është në qershor, është përpara Linda Çelës. Po, nuk eci. Nuk u Jo, suportua. unë se kom lexu për shemb. Nuk u suportua. Ka qenë qershor, po. E gjitha kjo baton u ndërtua sepse duheshte mbas reformës në drejtësi, ishte e piketuar, se ishte kaluar reforma në drejtësi, ishte piketuar që ne na duheshin tani kush do bëheshte kurbanet e radhës, një e para, nuk duheshte MLSI-ja në qeverisjen e Ramës, dhe sigurisht që Basha filloi negociatat me Ramën që në atë kohë, që vajte pastaj ke çadra e famshme etj etj. Pavarësisht, po themi, iluzioneve të budallaliqeve tona Unë kam analizë tjetër. Tani vim ke gjyqi. Unë s'du të hyj në analizë. Po pra, në analizë politike, analizën politike bëni ju, ndërsa unë në analizën time ligjore... Analizën e fajësisë politike, unë mundem pa kurfar pas një gabim me ta bë. Mi pra, pa tjetër, jam shumë... Nuk du me isa ndër. Po pra, ndërsa analiza ligjore, përsa i përket dosjes, pa tjetër që dosja, pse po t'ishte se ne do kishim fatura, do kishim gjëra, do kishim të dhënat, që do kishte frikë spaku dhe gjykata që ta jepte live? Argument është ky. Se në qofë se ti i paske, ti aq më shumë, për kundra, ti i bënte gjyqet e Verogja me media, e bënte gjyq publik, ke teatri operas dhe baletit. Une se ka... Po baton një sekundë, se u keq kuptua, more, nuk është ky, ne nuk duam interpretim politik tendin. Nëse ne dëgjojmë, jo, nëse dëgjojmë avokatin e Ilir Metës që del, në deklaratat ndryshme dhe ky avokat, indirekt fajni o eth ju. Pra, si kur Meta po e ha për shkakun, po një minut me zënjë, Meta po e ha për shkakun tuaj. Si ndjejeni ju kur e dëgjoni këtë, edhe Rion Velia i bashkë me gruan, është i panderu, po avokatët e ti nuk dalin të thonë tani që gruaja e Ola ja foti Erionit e gjitha. Për këto të pyesim ne të gjitha, për të vendosur në kontekst bisedën. Sepse ju vetë keni krijuar një situatë të tillë që nuk merret vesh, nuk merret vesh janë Zotit. Se s'po të kuptoj ti, çfarë do të thotë? Çfarë të shpjegoj? Shpjegoj njerëzve. Çfarë të shpjegoj? Që ti s'ke ndonjë... Çfarë të shpjegoj? Po më vlla, unë po të them një gjë, po, ai kam shkolluar kalamajt e mi, po unë i kam shkolluar kalamajt e mi. Ai kam shkolluar me pronën. Se duke sigurisht e ke futur ti Ilir Metës. Po mi ma. Po jam këta janë, çka? E di si është puna ylli? Puna është që kur thirrën njëri në spak vjerrin e njërit, e thirrën spak, mbas atij momenti Ilir Meta tha tim ke shit, tim ke bërë ti kështu. Kur mori dëshmit, që besoj se i ka marrë dhe i ka lexuar, pa që se ka shit asnjëri. Përkundrazi e kanë marrë që të gjithë. Tani ka një gjë, tu Ilir Meta, unë nuk besoj se të ka thënë ty Ilir Meta që më ka shit Monika ty. Jo, se kam takuar. Këta e kanë thënë gjithë tellalët që rinë në rreth e qarke dhe që pinë gjakun e Ilir Metës. Ilir Meta rinë burg, ata marrin rrogat e deputetit atje dhe hynë e dalin me kokullur ke spaku, s'kan surrat me ardhe me u afru atje. Në rregull e vazhdojnë punët e veta. E para, e dyta, ka një gjë tjetër. A jam marrë unë me fëmijët, po zoti Rakipi. Unë i kam shkolluar fëmijët, unë jam marrë me fëmijët, unë i kam çuar për shkolla, unë i kam vesh, unë i kam ushqyer, unë i kam bërë gjitha, po edhe shtëpinë, unë e kam bler, unë i kam bërë të gjitha gjërat, sigurisht që Ilir Meta ka firmosur se do ishte bashkëpronar. Por të ardhurat e familjes time kanë ardhur nga pallati, që është ndërtuar në tokë të cilën ne kemi marrë. Dhe për këtë tokë, mos kujtoti se nuk e ka hetuar. A di çka ka ndodhur më ylli? Ata kanë thirrë personat që kanë firmosur për marrjen e tokës, që kanë firmosur në 91-shin, e kuptoti 92-shin. Para 34 viteve, që edhe antimafia është për 25 vjet, ata kanë shku kanë marrë dëshmitar, jo ta mbaroj unë tash. Kanë shku kanë marrë dëshmitar për këtë që edhe sikur të kishte falsifikuar letrat babai im, është parashkruar. Edhe vrasjet parashkruan mbas 25 vjetëve. Këta kanë shku presion të papar atij që ka firmos autorizimin e tokës. Pra, këta kanë hetuar në çdo qelizë. S'kan bërë asnjë gjë të keqe sepse kanë nxjerr që s'ka fabrika Floriri, s'ka llogari bankare jashtë shtetit, s'ka apartament as në Londër, as në Amerikë, as në New York, s'ka nxjerr asnjë gjë. S'ka operacione plastike, s'ka operacione estetike, janë gjitha operacione shëndetësore. Unë edhe klinikën ku kam çu vajzën në 2012 për ta vizituar, ai e quan Lixha. Nuk është Lixha, më zotri. Është qendër medikale që bën analiza. Rezonanca nuk është Lixh. Analiza gjenetike nuk është Lixh. Pra, sepse këta përveç se kanë marrë faturat, këta kanë marrë dhe përgjigjet e analizave që i kanë parë aty. Kanë marrë analizat e mia, unë isha në operacion, kalova në sepsis, në Elmim Gjaku, ata kanë marrë analizat e mia, kanë parë që, ore, s'pas ka qenë operacion plastik. Po dhe po t'ishte operacion plastik qëtë? Por e po t'ishte, s'ka gjithë të keqe, se s'kam turp unë me thonë.
Po çka ka ndodhur? Dhe ja ta mbaroj Baton. Se po ik nga... Nuk po ik nga çështja më Baton. Se ky, jo, nuk po ik. Ky po thotë këtë gjë. Dhe unë po të them, kjo është, se do ta ike për po dukesh bukur edhe çka? Po pra, unë i kam, ato po se kam kompleks unë Baton fare. Patjetër dhe biles unë turp të kenë gratë që nuk mbajnë veten e tyre. Unë nuk e di më sa përmend këtë. Absolut, po ja them, jo, po që thanë operacione nuk kam bërë. Se po të kisha bërë, s'kam turp ta them. Siç bëjnë gjithë gjërat e tjera që i bëjnë dhe gjithë gratë. Tani ka një gjë, në gjithë këtë historinë që ata kanë ndërtuar. U ndërtua që në 2011 filloi kjo histori. U ndërtua mbarësja e opinionit. Sigurisht që qoftë njërës palë, qoftë palës tjetër nuk i intereson të Ilir Meta në lojë. Pse? Sepse nëpërmjet Ilir Metës këta ishin të kushtëzuar. Atëherë çfarë bëm? Po fusim Ilir Metën brenda dhe të mbajmë një nga opozita brenda në burg, po vëmë edhe një tjetër nga mazhoranca në burg, edhe po mbajmë një sistem të statistika, po them statistika në reformën në drejtësi, pra që kemi një majtas, një djathtas. Ndërkohë që ti nga ana tjetër nuk mund të më thush mu që ti ke për të bërë këtë dhe këtë dhe këtë, sepse në fund ditës, përderisa çështja ka shkuar për gjykim, çfarë provash do prish Ilir Meta që ti nuk e nxjerr? Kjo është, e kemi Monika, dhe pse duhet mbajtur Ilir Meta në izolim të sigurisë, në burg të sigurisë të lartë? Monika, unë po se... Pra kjo nuk është qëllimi për të drejtësi, këtu është qëllimi për të krijuar një ambient politik në favor të një grupi të veç të nalim të disa gjëra. Dorën zemër Adriatik Lalla dhe ekipi ti e kanë fituar betejën për të krijuar percepcionin e korrupsionit. Dhe këto duhet ta pranoni. Ai percepcion o shtresu 4 vite, 3 vite, gjys 4. Ata kanë përdorë çdo mjet. Dhe e kanë krijuar një farë animoziteti, sidomos ndaj teje, pak me fajin e Ilirit, i cili e ndërtoi rrëfimin tjetër për ty gjatë fazës kur ishte i frustruar, i mërzitur, gati në një gjendje shëndetësore që unë e ti e dim shumë e panatyrshme për Ilirin. Edhe të kjo çështja e ishit, dhe më thonë, ti e din që unë e pranoj se kam qenë dëshmitar i asaj bisedet të fundit me Ilirin për bashkëshorsinë e ju, për cilën unë nuk jam pajtuar, edhe në biseden që e kam pas. Unë e këto po du t'i harroj, dhe nuk jam pjese, percepcioni ka përfunduar. Aje që unë mund të them, në fund edhe për ta bëj si pyetje, le të themi që jeni të korruptuar, si pas këtij percepcioni. Pyetja ime është, si do ta fitoni betejën me këtë percepcion edhe me këto fakte, të cilat për opinionin publik momentalisht janë korruptive. Duke ju njohur gjatë ty dhe Ilirit. Dhe konteksti është në favor të kësaj situatie. Jo, dhe duke ju njohur gjatë, është koha e jote Monik, është koha e Ilirit, nuk është më koha e prokurorisë. Koha e prokurorisë është kryer 4 vite duke krijuar rrëfimin për juve. Aje që po du me fjalë shkurta, pa narracion se je mrenda rrëfimit tënë që dënë me shpërthy, me tregu për arsye se je lodh 4 vite nga sulmet. Dhe gjithashtu je frustru se ke lexuar gjitha të faqe dhe dënë rrëfimin tënë që ta dinë gjithë tjerët. Unë besoj që ti do të shkruash libër edhe për këto, por ajo që na duhen në këtë moment është si një jap 10 fakte, si do ta mbrosh landën tënde, pa fajsin ku e ke. Kjo është. Një, ata thonë 200.000, kjo s'vlen. 2, kjo s'vlen. Ja po të them unë tani. Ja, këto fakte mu unë bëjmë që ta fillojmë bashkë me prokurorinë debatin. Thonë mesazhet 200.000. Monika, më fal, që të mos e harroj këtë datën. Ta jap të datën se do të duhet. Cila datë? Data e ekzekutimit të zgjesimit të këtij. Të dosjes. Është data 27 tetor 2010, është vendimi i gjykatës. 27 tetor 2010. Se unë si mbaj mend gjitha dhe ka kaluar shumë kohë dhe kur është në këtë datë gjykata ka vendosur që ta zgjesoj azgjesimin. Pjesë të fashikullit ku ka qenë dhe përgjimi ndaj Kastriot Ismailit, se është mbajtur përgjim Kastriot Ismaila, jo Ilir Meta. Po. Dhe kur ka nisur, po e mba mend atëre, ka qenë i përfshirë dhe ministri energjetikës i zotit Rama, pra zotit Damian Gjiknuri,
Kështu e kemi nisur në histori. Ne po kërkonim si ka mundësi që 2010-ën? po në 2010 është asgjësuar. Lidhe ka me 2010-ën? Jo, është asgjësuar në atë kohë dhe pastaj ka vazhduar. Më mbrapa. Kur ka ardhur Se Gjiknuri ka ardhur 2013-ën, ata janë marrë me pjesën e Çezit. Kurse në 2010-ën, se ky përgjimi nuk ka lidhje me Çezdian. Ky përgjimi është përdor nga prokurori, besoj dhe sot për të treguar që Ilir Meta me Kastrioti Ismaili kanë një njohje të hershme dhe ja ku e keni para zgjedhjeve të vitit 2009. Ky është narrativa. E kupton? Sepse kur është çfarë date ta tregova? Data është para zgjedhjeve. Pra, në këtë kohë nuk flitet për Çezdian. Çezdia është e mëvonshme. Por kur u rikthye kjo? Kur Çezi u rimor nga qeveria shqiptare dhe u rimor gjatë kohës që kryeministri ishte Edi Rama dhe ministri Damian Qiknuri. Dhe është kjo pjesa që Ismaili kërkonte ta çonte Shqipërinë dhe e çoje në fakt, po këta i pren fondet, ta çonte në gjykatën e arbitrazhit, kur Rebecca Gaskingein erdhi këtu dhe dha një dëshmi dhe mbas asaj dëshmie asaj u dha pa prekshmëri pra Shtetet Amerikane, që nga i moment asaj u dha pa prekshmëri dhe prandaj nuk është më e përfshirë në proces, s'është askundi. Sepse bëri marrëveshje amerikane më. Ishte Rebecca dhe bëri marrëveshje. Rebecca është kompani amerikane, Rebecca ka drejtor tjetër. Pyetja që duhet kishit sot për prokurorin është pse s'është Rebecca, pse se kanë Rebecca. Ka bërë atë, ka kërkuar në kërkesat. Po Rebecca ka bërë marrëveshje. Dhe e ka futur Kastrioti. Po dëgjoj një sekond. Dhe juve bashkë aty se ajo këtë ka bërë. Ajo ka thënë Kastrioti ka mbajtur lidhje sipas asaj, gjithmonë sipas Rebekës. Dhe gjëja që mua më çudit prapë edhe te pjesa e smot, nuk të pyeta kot pak më parë, sepse ka të bëjë edhe me çështjen që ore si do të argumentoni ju në këtë rast, pra si do të përgjigjeni, dhe pse prokurori e gjeti në këtë moment ta bëj këtë gjë, kjo është Unë për Çezdian e zauruar e Unë për Çezdian nuk flas se nuk më përket mua, por do të them dy gjëra. Që ne kemi marrë gjithë dosjen e Kastrioti Ismailit, po themi që është dënuar. Po, që është dënuar. Dhe të arbitrazhit ndërkohë. Dhe qoftë dëshmia e Rebekës, qoftë dëshmia e Josekut, qoftë dëshmia të tjerëve, qoftë dëshmia e Romeo Karajit apo Elvis Mataj, pra në asnjë nga këta nuk përmendet emri Ilir Metës. Pra në çështjen e Kastrioti Ismailit, ndaç në arbitrazh, ndaç në gjykatën shqiptare, Ilir Meta nuk është përmendur nga asnjë dëshmitar apo nga e kuptueshme atëherë. Po ashtu. Kështu që në këtë gjë dua të them dy gjëra sa për këtë gjë. Në kuptimin e kësaj të Çezit. Pra, Çezdia nuk ekziston. Nuk është vetëm artikuj gazetash. Dhe në dosje ne kemi vetëm artikuj gazetash. S'kemi as prova, as dëshmi, asgjë. Ja vetëm artikuj gazetash, është intervista e Tanit me Elvis Maton, që është e zbardhur, dhe kaq. Nuk ka më. Po intervista e Vojsavës është? Po, është edhe intervista e Vojsavës. Në të ka filluar procesi? Po, intervista e Vojsavës është edhe në USB, dhe mos harroj që intervista e Vojsavës sot, ndërprej pak ta kthe dhe herë se e thash gabim. Se mbaj mend, do ta mbaj mend Vojsavës. Ashtu. Mi pra, se është aty dhe është qesharake. Dhe të thot, dhe ka dhe një tjetër, ke intervista e Vojsavës sot. Kastrioti ishte i lidhur me amerikanët, i kishte lidhjet vetëm me Çezin, nuk kishte nevojë për këtë gjë. Vojsava që ne merrim me këto çështje, edhe besom që njerëzit nuk e din kush është Vojsava, po kush është Vojsava fare. Kur ju drejtohemi njerëzve Monika. Anisa të përgjigjesh aty më ndërhyri tani. Po. Tani unë ta mbaroj si do mbroj. Iku. Njëjtën gjë pra. Dhe jo, s'është e njëjta gjë, s'është, dëgjoj. Ore Ylli. Mi thuj mos bë paranteza. Mos bë paranteza, më jap si do. Po ju s'më lëni të mbaroj. Se gjyqi sapo ka filluar, kështu që s'kemi shumë për të thënë. Por akoma s'ka filluar. S'ka filluar akoma. Tani iku Çezdia, pra për Çezdian për mua nuk ka asnjë lloj argumenti, asnjë lloj gjëje. Ilir Meta ka kërkuar dëshmitar edhe Rebekën, edhe gjithë gjërat e tjera që të vinë të japin përgjigjet e tyre. Tani vim ke çështjet e tjera. Fibra optike, që ai e përmend. Fibra optike, baton, nuk ka punë Ilir Meta, ka firmosur Edi Rama 2 herë për fibrën optike. Një herë në janar të 2014-s për fibrën optike të shtrimit dhe një herë në maj të 2015-s për lejen e ndërtimit me KKT. S'ka lidhje Ilir Meta fare. Dhe ato thonë, por meqense është, thotë, kjo është parashkruar, por ne po shkruajmë janë 100 faqe për të krijuar këtë. Mirë, krijoj narracionin për me gjetë një dy gjëra. Po, vim ke interkoneksion, ke impulset, se tashit mu ashtu, ke marrëdhëniet e Adrian Shatkut me Vodafonin. Përfaqësuesi i Vodafonit thotë, kjo është një marrëdhënie private. Nuk ka çaj duhet shitësit dhe furnizuesit. Në momentin që ti pagu taksat dhe Adrian Shatku, po themi, kush u ririp,
edhe plusi, sepse edhe për plusi më fusin mua, që kam ndërhyrë unë ke Piro Gjigjo, për të zgjidhur çështjen e plusit, sepse Ska plusi... lidhje fare plusi. Po e kam aty unë plusin. S'lidhje s'ka. Si s'ka? Po, po. Sepse në telefonin tim, baton, janë komunikimet e mia, si antare Komisionit Veprimtarive Produse, sepse plusi po falimentonte, për shkak të deregullimit të tregut, sepse që ndodhte, Vodafone e kishte falas kur fliqin me njëri tjetër, ndërsa kur e merrte plusi, duhet pagunte lekët dhe është çështja asimetrisë. Po, ajo ka shpjegu dikush prokurorët karakterin tonë çfarë? As nuk e dinin fare vllai, ju a shpjegova unë në seancë paraprake dhe rishin kështu, ju a bëra edhe me PowerPoint. Do t'ju jap edhe unë fjalën. Përveç kësaj, dhe këtë ma quajnë korrupsion mua. Pse kam ndërhyrë unë për të zgjidhur një konflikt? Dhe kjo, për këtë ka një letër që gjithë aksionerët e plusit ja kanë çuar Edi Ramës dhe kishin një luftë të papar kundër Piro Gjigjo, sepse Piro Gjigjo thonte që kjo gjë duhet bërë, o vlla, me miratim politik. Sepse ka lidhje, se është një historike tjetër. Po jo, unë kam lidhje sepse unë kam negociuar midis... Po unë isha antare Komisionit Veprimtarive Produse. Po, kam zbatuar ligjin. Iku, edhe kjo, nuk ka korrupsion, këtu thot ai ke boti korrupsion. Po, pse ka punu Adrian Shaku me Vodafone bashkëpunim që në 2006-ën. Vim ke ligji minjera. I pas kam quar unë një mesazh për parim SPAI-ut, amendamentin që pas ka bërë Esmeralda Shkjau. Dhe me qëse më ka kërku Zamir Mane mua, që unë të shikoj këta amendamente se i prishtë, dhe vërtet i prishtë punë Zamir, se Zamir i donte që kur të hypini në ashensor minatorët, që kishin, të o të paguanin për ashensorin, o të amirbanin ashensorin. Dhe ligji nuk ka asnjë lloj impakti në buxhet. Prit ta mbaroj. Nuk ka asnjë lloj impakti në buxhet. Nga ky ligj, që është miratuar me 72 vota nga Partia Socialiste, që unë këtu për këtë i kam kërkuar dëshmitar Edi Rama, se ligjin e ka propozuar Edi Rama, Damian Gjiknuri, Eduard Shalci dhe e ka relatuar Nami Kopliku. Çfarë lidhje ka Monika me Ilir Metën për ligjin e minierave dhe për këtë do mjefte mu një shtëpi Zamir Mane. Po ç'është shtëpia do mjefte? Se unë e kam pa shtëpinë me 2 qershor, ligji ka ardhur tetor, po unë e kam anullu shtëpinë shtator. Pra ligji ka ardhur mbasi unë kam lëshu shtëpinë. Pra çfarë ka ndodhur këta baton? Këta kanë marrë mesazhet në WhatsApp, të cilat i kanë marrë të selektuara pjesë-pjesë. Dhe kanë ngrit një akuzë me 240 faqe për të bërë një linçim, pra për t'i dhënë ushqim publikut. Dhe shumë mirë, unë e kam kuptuar këtë gjë, sepse unë edhe në shumë emisione ku shkoj, njerëzit nuk merren me thelbin gazetar, por djerin ja do futet tani, por edhin video të shkurtra për klikime. Tani ne ja morëm dorën kësaj pune. Ka një gjë tjetër, kush është problemi? Problemi është këtu, standardi që ata kanë ngritur. Unë jam shumë kurioze, çfarë do ndodhi me ndonjë prokuror që nesër pas nesër mund të merret po përsëri i pandeu, po themi, dhe të përdoret në të njëjtin trajtim dhe linçim. Sepse ne ishim në kuvend të Shqipërisë dhe një fjali i than Altin Dumanit, dhe ai u hodh ner. Pse flisni ju për mua kështu? Po Altin Dumani që ka 4 vjet që mbush gazetarët e terrenit me informacion. Unë kam 4 vjet që arrestohet nesër Ilir Meta. Nga gazetarët. Që do të thotë kjo? E kuptueshme është për lidhje. Tani si do mbrohemi? Edhe fjalia fundit. Kanë filluar të tremen. Fajte në Big Brother, që morë ato fuqiet gjitha. Po që fuqi mora? Unë kam filluar të tremen me aty tënë. Me zi. Po bëjtë ti një Big Brother? Do vish aty. Po të një Big Brother është bërë gjithë këvend. Nuk ka nevojë. Tani është te kjo pse se futet te kjo ferma e kafshë. Po ja, i kam në të tjera. Ne po mundohemi që të bëjmë dhe gjyshin Big Brother, po s'duan ata të rënë tapur. Ja thashën gjyshtare, do shikosh Big Brother, po iku ajo tani. Problemi që është mbyllur edhe vetëm audio do të dëgjojmë me vonesë bile kur vetëm audio. Vetëm audio që s'ka bërë. Audio po edhe me 2-3 vonesë ata ose 5 ditë. Dhe gazetarët që nxorën jashtë thotë. Jo, gazetarët ikën vetë, nuk i nxorja. Gazetarët ikën vetë se thanë hajtë. Imagjinoj një seancë ti që do zgjas, se tani s'ka filluar akoma, por kur seanca filloi dhe do zgjas 5 orë, 6 orë, askush nuk do të ketë vëmendjen aq të madhe sa të merret me gjithë detajet. Kështu që besoj që gjyqi duhet të ishte hapur pikërisht për këtë arsye. Edhe sot ne pam disa gjëra, për shembull, që ndryshonin nga një televizion në një tjetër. Dikush thoshte kështu, dikush thoshte ashtu, sipas interpretimit të televizionit. Dhe kjo e bën prapë domosdoshme gjyqit të hapur. Që mos e shikojmë, mos jemi detyruar të shohim mbi televizionet dhe gjithë portalet për të kuptuar se çfarë ndodhi në gjyq. Publiku, jo nesër, ne gazetarët e marrin vesh. Dhe sipas besueshmërisë pastaj besojnë. Tani çkur është problemi për mendimin tim se gjyqi s'ka filluar
Dhe ne nuk mund të merremi do të me detajet e dosjes, do merremi seancë më seancë, pas çdo seance do vëllai të merremi. Problemi është kjo që përmendi Batoni dhe që është thelbi i gjithë gjës, është perceptimi. Pra perceptimi i publikut. Ne sot jemi në 36 vjet tranzicion, në 36 vjet nga rezimi i komunizmit. Disa e quajnë tranzicioni ka mbaruar, disa e quajnë s'ka mbaruar, ne po e quajmë postkomunizëm 36 vjet. Në këtë 36 vjeçar, rezultatet janë minimale. Për të mos janë të këqija, njerëzit janë pak kënaqur nga qeverisja në përgjithësi, nga klasa politike e cila është ende në pushtet. Nuk kemi qarkullim të elitave politike dhe nuk kemi një largim të klasës politike. Dhe sigurisht që për fatin e tyre, dhe kjo është e pastaj që buroi atë idenë e reformës në drejtësi që Rama e kapi shumë mirë, është fajtorja për gjithçka ka ndodhur, për gjithçka të keqe ka ndodhur në Shqipëri. Politikanët janë të korruptuar. Ilir Meta ka qenë kryeministër, ka qenë president, Monika Kryemari ka qenë njeri me pushtet, pavarësisht se nuk ishte pushtet i lishëm, po ishte i pushtet që buronte nga partia, nga parlamenti, por ishte një pushtet shumë i madh. Dhe perceptimi i publikut është që këta njerëz që kanë pas më shumë pushtet, këta njerëzit kanë qenë më të korruptuarit. Apo jo? Qartë. Më shumë pushtet në Shqipëri ka pas Berisha, ka pas Nano, ka pas Meta, ka pas Edi Rama. Këta janë të katër kryesorë. Dhe sot ne jemi në një pasi reforma drejtësi filloi të veprojë, evidentoi, zgjodhi, sepse u bë selektive, kupton? Zgjodhi Ilir Metën. Zgjodhi Ilir Metën, që ishte me një konsensus besoj 2 palësh në atë kohë. Shumë palësh, me thënë. 2 palësh edhe pse ata kishin dërguar do ta Ilir Metën, jo se ishte ai për të larë me nder motin me shkruaj. Jo se ishte ai më i korruptuari, nëse them perceptimin publik, tani për perceptimin. Se është i korruptuar apo jo vendos gjykata, po në perceptimin publik. Zgjodhi Ilir Meta dhe Por se ishte më i vogël. ka i favor në këtë rast edhe Ishte më pak i pushtetshëm. demokratëve që peshë të madh tjetër nuk do merrej. Tani kush është problemi? Problemi është jeta që kanë bërë politikanët shqiptarë, përgjithësi që bëjnë akoma, është jetë e cila në sytë e shqiptarëve tingëllon e pa justifikueshme. Në perceptimin publik. Duket si një jetë shumë luksoze. Ja, po flasim shtëpia në plazh, shtëpia aty, shtëpi këtu, vila, gjëra, flasim, këto janë Dakor, po të pjesë e bëjmë perceptimit. Sa shtëpi ka në plazh? Jo, Janë mbi 600.000 shtëpi, pra 600.000 shqiptar kanë shtëpi të dyta në plazh. Po, jo, po ta mbaroj unë, pastaj thuhet. Jo, Flas që perceptimi publik është ndërtuar mbi këtë. Sepse ne flasim në perceptim për të gjëra bileka, por ne nuk themi edhe perceptimin, që janë 600.000 apartamente në vijë bregdetare. Kush i ka blerë këto 600.000? Shqiptarët pra shtëpi të dyta i Po e kanë. diskutoj të kujt janë dhe sa. Ja, se janë se politikan 140 politikan ke? Por Se tani s'ka 140, jo. flasim për një funksionar publik që është paguar ose ka menaxhuar parat publike, sigurisht që ndjeshmëria është shumë e lartë. Se një njeri që ka bërë parat me drogën dhe ka bërë jetën e vet ka rrezikuar, e kupton? Flasim marrëdhënia me biznesin. Të gjithë politikanët me pushtet në Shqipëri kanë flirtuar me biznesmenët më të mëdhenj nga Atëherë sipas asaj logjike i themi dhe që kanë pasur shqiptarëve merruni marrëdhënie. me drogë se s'ka nuk quhesh i korrupt. Ne po flasim, ne po flasim jo për korrupsion. Jo vetëm korrupsionin, po këtu po flasim për korrupsion. Mi pra, po percepcioni pra, po perceptimi percepcioni është i është nga është ndërtuar. Perceptimi është i Edhe nga tillë. politika Ato me është. tregu Nëse ju gavën. rini, nëse politikanët rinë të Sheratonit dhe Rogneri me biznesmenët dhe gjithë ditën bën qef, hanë dhe dreka, sigurisht që perceptimi shqiptarëve do të pyet këta janë bashkë. Këta u bën diçka bashkë që na përjashton neve. Pra, ky është perceptimi po flas tani, po flas vetëm për perceptimin i cili nuk është vendim gjyqësor dhe juridik. Nuk është as mund mos jetë as e vërtet. Tjetra është pastaj selektimi, është që secili politikan zgjedh një grup biznesmenësh kur ka pushtetin dhe këta pasurohen me njerë. Siç ka ndodhur me Metën, siç ka ndodhur me Berishën, siç ka ndodhur me Ramën. Do në emër biznesmenit të Metës, më vlla se i kam haruar. Po ata që blen birën Tirana për shembull, të gjithë ishin biznesmenë të Ilir Metës. Kush ishte? 11 biznesmenë. Mos i përmend gjithë. Po Elfani, po Ruan Bregasi, po gjithë ata që e blen. Tritago, po. Ta ishte edhe i tjetër një. Për cili ka qenë bashkëpunëtor i Ilir Metës, ka qenë në fakt te dogana. Po s'ka rëndësi. Ishte Gjithë ta, kryeministri i Ilir Metës. s'ka rëndësi mos, nuk po flas për Tritagon, se çdo njeri do të Me pra. por. Po, jo që Jo se ata nuk gabimo. Pavarësisht se ato s'na keni bërë. Nuk po them që ishte gabim shitja e birës Tirana dhe 11 biznesmen shqiptar. Por ajo është perceptimi i selektiviteti, pra që ti kur vjen pushtet zgjedh 11 biznesmen të tu dhe këta, që ishte edhe shefikat njëra më duket aty. Po.
Gjithë me PS-ën. Pra të PS-s. Dhe këta njerëz janë privilegjuar. Dhe ky selektim krijon idenë e marrëdhënie korruptive. E gjithë kjo pasqyrë tani, vjen momenti që bëhet reforma drejtësisë dhe duhet shkojë në gjykat. Dhe ka shkuar në gjykat një pjesë e saj, sigurisht selektive. Që në qoftë se SPAK-u do ishte interesuar, do fillonte nga ata që kanë pasur më shumë pushtet, jo nga ata që kanë pasur më pak pushtet. Por nuk ka rëndësi kjo. Shkon në gjykat që kjo të bëhet të barë formë juridike dhe vendim për korrupsion, duhet këtë prova dhe fakte. Prova s'kan ata. Dhe për të arsye SPAK-u duhet ta bënte gjyshin të hapur. Që na tregonte ne që i vërtet ka gjithë ky perceptim. Ka mbledhur këto fakte tona. Po nuk kanë prova. Dhe këta janë fajtorët dhe ky është faji që kanë bërë. Po më se kemi lexuar ne nga dosja, unë kam lexuar 150.000 faqe të drejtën. Por ato që kanë dalë deri tani nga dosja, do të jenë tek këto 250 faqe që thot Monika. Ajo është, ajo. Ajo nuk na bin ne që kemi ka prokurori për parësi. Justifikim të perceptimit ton tek Ky është perceptimi jo. Sa po e lexova Monika fjalin që na tregoi tani, të asaj dosjes ku është 200.000 euro, me sjell 200.000, jo 200.000. Po, 200.000. Dhe me thonë, kjo është model i perfekt i linqimit. Qaq dim nga fjalit, edhe aq dim për se si ndërtohet linqimi, ose një rrëfim për korrupsion. Por kjo vlen vetëm deri në gjykat. Si prokurori do ta mbron këtë fjali? Nuk e mbron. Unë nuk e di, dhe nëse fjalit janë të gjitha këto, dhe nuk ka diçka në fakte, atëherë kemi na probleme serioze me SPAK-un. Une, ti e din, personalisht e kom përkra SPAK-un gati 4 vite. Gjithë. Gjithë kemi përkrau. Po une kam dalë specifikisht. Unë kam thënë gjithë ato faqe për incineratorët. Jo, specifikisht kam dalë në përkraje ti për arsye se e di se çfarë do të thotë ndërtimi i frigës te njerëzit të cilët janë të pandëshkueshëm. Ajo që mu Monika po më bën përshtypje është që të gjitha çështjet që ti përmende, që ju një gjatë janë kryesisht për shkak se ti e lehtë në komunikim dhe mënyrën se si i thu gjërat. Ajo që tjetra gjë që po më bën përshtypje është, unë kur s'kisha besu që Ilir Meda vendos shenja ose mesaje në çfarë do komunikimi dhe nivel tillë, sidomos kur është për shifra lekësh ose për shifra gjëra. Unë as nuk e besoj fare atë. Jashtëzakonisht kujdesshëm. Ai mesazh unë në këndvështrimin tim, ai atë se ka dëgjuar Ilir Meta fare herë, por mu mund të jetë me kompjuter. Po s'ka lidhje, nuk duhet se kjo është. Po nuk duhet të hyj para asaj historisë. Po s'ta beson këto kush. Ilir Meta nuk ditë sapo të ishishe ujë. Po s'ta beson kush. Ti që e njeh, ju që e njihni. Pse vetëm Ilir Meta? Po edhe ti pse e di ti, sa kushton ti? Ti e di se. Asnjëri nga ish kryeministët nuk e dinë se. Jo, as ish dash ta di. Po njëherë Saliu. Monik, sa ke faj? Në apat e para një sekondë. Hajde. Që sa interesante. Saliu në fillimin, kur ishte president, edhe do t'i paguaj, unë tha vrapoj për të paguar një nëzori 2.000 lekë. 2.000 lekë, ajo bëte 18.000 lekë të Avelina. Jo, bëte lekë ajo, po pse kush e dini, vetëm Casa Angjeli i ka ditur këto. Ka pas ditlindje ndje. Ja par dje. Po, ishe ti, ndjem duket, Jo, ditlindje vërtet. Ditlindje e vërtet. Jo, që bënim një atere, mund të hanim dreka. Ishte vetëm me buram duket. Shumë e bëri vetëm. E kishte të gra? Gra sa të dojmë. Ka pas ditlindje, par djem duket, par dje. Ishte ditlindje mirë. Te këto të vërteta s'ta kaftuar do jetë. Jo, nuk këfton këtë vërtetat. Megjithatë naçi doli burri më i mirë. Sa ke faj Monika në këtë narracionin perceptiv? Unë? Se unë po, se nuk kam, se fakti që ti pranon je ka fajin tonë tani. Jo, pranoj gjitha. Doni unë kam bërë fajin, se doni ju pranoj. Po vetëm ka një gjë Unë ti njeh më gjatë. Po patjetër, dhe ti më njeh më shumë mirë si karakter. Unë të njeh ndoshta se di. Po thuaj mos kete ndonjë faj se po i thej e ke fajin ti ajo s'ta pranon valla. Jo, e pranoj unë, ma unë kam fajin. Jo, po se unë e di, unë e pranoj, unë kam fajin. Unë vetë kam pas polemika me Monikën. Unë kisha 2 rrugë. Po pse s'vetë tuan s'pakti unë kam fajin. E kam thënë mo. Po, edhe sot ja thash, zonja gjyqtare, thash. Nuk ka qenë flasë avokati zotit Meta, se kjo dosje ka të bëj vetëm me mua, 90% e dosjes është me mua. Unë jam marrë me shkollim në fëmijëve, unë jam marrë me të gjitha gjërat, unë edhe për lobimin, unë e kam sjellë GSI-sën ma.
Unë e kam prezentu. Edhe e kam prezentu në Monika, Amerikën vetëm pak se të flasim për ty pak, sonde. S'ka lidhje Më fare. kur të vi puna për Burg, ti u futke. Po pse mos futën burg? E kërkuar vetë, Monika. Ajo, çështja shtëpisë. Ti që nga atë pak të njerëz që kanë parun që s'ka frikë. Ti e din fushatën nga ajo shtëpi e Pa kemi. përgjegjshme jam. O, Monika, Po s'të lë ky. Jo. te shtëpia vjetër, ku keni qenë atëherë, Ke dogana. unë jam vetë musafirja asaj shtëpie, që në fillim, dhe unë jam dëshmitar që kur keni folë në vitin 2002-2003 për shitjen e asaj shtëpisë edhe me bën ndërtesa, bila atëherat s'ka pas asë rrugë, mezi hynëm në atë shtëpi. Që për tjetuar atje ka qenë katastrofë, s'kam fjalë. Ka qenë 3 Për ata që se din, sot kur është ndërtesa aty ka qenë një katastrofë për të shkuar edhe për të biseduar për çështjet që bisedonim atëherë. Por megjithatë, unë po të them një gjë, nga që ju një dyve, ajo ekspresiviteti jot, që gjithmonë do të ju zgjedhësh njerëzve punë, gjitha ta musafirë që i ke prit në Ky është shtëpi, gabimi im. gjitha ta njerë që ju ke ofru, ata do të flisnin disim, Monika. Nuk foli asnjë baton, përkundra. Kjo është, Çefën. kjo ajo që më dhim se të muj liri të kjo pjesë, që ti ja ke kriju narracionin e percepcionit, ja ke dhonë mundësine e percepcionit, mendoj që fajësia është e ti. Po tash s'kem që bëjt, tash si do të ambrosh ti këtë percepcion që ke kriju do... Baton, në qoftë se unë është shkelje ligjit që ti të zbatosh... Bajton, po mbrojtja është në nëzitë. Dakor, në qoftë se shkelje ligjit që ti të sigurosh jetën e 2000 minatorëve në Bulqiz, okej, le po shkojmë burg. Por, që kur është miratuar ai ligj, që ne e themi në Bulqiz nuk vritet më njeri. Se para se t'ishte ky ligj, u vriteshin çdo javë nga 2 veta. Por, ka një problem, që politika jonë dhe media tona kanë memorje shumë të shkurtër, kanë memorje peshku, dhe harrojnë histori si u vriteshin në Bulqiz, sa minatorë vriteshin, sa vdisnin. Ka ditë çdo javë kishe nga 2-3 minatorë të varrosur për zgjallin në për galeritë e Bulqizës. Larg Bulqiza nga Tirana. Mi pra, po dakor, mi pra, unë, tani pëse unë kam miratuar... Është punë memori, është punë orientimi. Mi pra, po unë, që pëse unë kam bërë gabim, që kam shpëtuar... Dakor, që pëse unë kam bërë gabim, që kam shpëtuar, kam kryuar një projekt ligj, po themi, apo kam dhe mundësin për garancin e sigurimit jetës të këtyre minatorëve, okej, le të shkojmë burg. Në qoftë se unë kam luftuar që mos të kishte telefonia celular, kur ti merje nga njëri ta kishte çmimin e telefonit më të lirë, pra mos ta kishen 100.000 lek, po ta kishe 10.000 lek, sa që kishin gjithë të tjerët, edhe në qoftë se kjo është shkelje ligji, pra në qoftë se kjo mundësi që kam bërru, kjo gjë që kam bërru që ata pretendojnë, ka shku ke xhepi shqiptarëve, po shqiptarët nuk e kuptojnë, është i të gjë, unë kam bërë për veten time. Tani u fëmijëve të mi, asgjë mos u merrni përsipër njeriut. Përkundrazi, kush t'ju flasi, faleminderit, mirëdita, nuk di gjë. Tani du të them dhe një gjë tjetër që kemi parasysh. Unë e marr përsipër përgjegjësitë e mia çfarë kam bërë. Kam bërë gabim? Po. Kam bërë gabim sepse Batoni ma ka thënë që ti je klienteliste. Dhe ma ka thënë që në 2013, kemi qenë në Lezhë, ti je klienteliste, sepse dëgjoj aty kur unë ju thash banorëve, nëse ju më votoni mua, unë ju sjell transformatorin juve këtu. Dhe vërtet, ata më votuan dhe unë ja çova transformatorin dhe më tha ti je klienteliste. Pse? Tash unë, por unë që jam politikane dhe deputete, nëse unë nuk bëj rrugën e ati që më voton, nuk bëj spitalin e ati që më voton, se duhet më votosh ti më mua? Apo jo? Është klienteliste. Po është klienteliste, sepse ti nuk ke sistem, zotri. Po të kesh sistem, ti të dali për zot shteti, normal që nuk do bëj. Sot më thojnë muaj qytetarët, ke cili deputet shkojnë dhe trokasin. Kush deputet ju mbaron punë? Tani, a kam gabime unë? Të tha Po pa tjetër që kam gabime. E kupton publiku, të tha diçka botë. Të them dhe i gjë tjetër. Sot, kur je në këtë situatë, pra që jetë procesi, jetë detyrimi për paraqitje, me që jam aty e shoh se kush vjen, a e kupton se sa shumë njerëz ke patur rrotull dhe sot çuditërisht dhe u ke bërë këtë, njëri ke çu transformatori, njëri ke çu generatori, njëri ke rregulluar ti. I kam marrë një. Ku i ke sot? A kjo a ndjen përgjegjësi për këtë gjë? Ke zgjedhë njerëz të vetëm me studime. Dhe ky është halli madh. Që në 92. Tani se vetëm po të tregoj një Që në 92. Jo, prit. Një veta me studime jashtë shtetit të bursa. Monika, prit. Ku e kemi pas problemin me Monikën në një pjesë të jetës e saj? Vetëm spital sa kam qenë. Shumë mirë kam bërë. Kjo s'ka pas me qenë deputetin 2013. Me i zonë që LSI-ja merrte 500. Jo, hiç fare s'ka pas me qenë deputete.
në listë të LSI-s. E kom lut Ilir Metën, duke njoftë se çfarë është Monika, nëse ti je në politikë, kryetari i partisë, je në pushtet, mos e le Monikën jashtë për arsye se ajo angazhohet jashtë sistemit. Fute brenda sistemit që të angazhohet për qytetarët. Je pas ka zgjedhur kryetari i partisë këtë? Jo, kam qenë kundër. Ja, kam qenë kundër për deputet. Edhe unë kam qenë kundër për kryetari i partisë, po hajde. Për deputet unë jam angazhuar. I ke thënë fute në shina formalizoje se kjo të bën atan. Po. Po të bën, unë i kom thënë që duhet që kjo të jetë brenda institucioneve. Që ta mbante lidhur, tha se po nuk e futën në parlament do të merret me banda ti tha. Po nuk po lidh, femra ka shumë pak që duhen lidhur, po ti bën për jashtë. Shiko, me thënë të drejtën, batoni di shumë mirë historinë e zgjedhjeve në Lezhë. Se si ka qenë avërte, Monika. Do të thënë ajo për 40 ditë ka pas një ndryshim të jashtëzakonshëm. Sepse ishte kjo lloj metodologjie punës time. Unë krijoj marrëdhënie personale me. Vetëm ylli po ta them. Pse kanë çunë në Lezhë Iliri? Ka qenë i bindur që se fiton. Po, ka qenë i bindur se sfitoi. Po, dhe Lezhë u kthye në qarku më të nxehtë më ato zgjedhje. Edhe më modern, pastaj. Ja kujton, dhe qarku më i nxehtë. Ama në ato kave. Qarkun e shqyen kjo të hatë gjallë. Në ato kave, se çfarë ka premtu kjo, veç unë e di. Domethënë, unë kam qenë afër. Ke qenë dhe ke parë, ke thonë ti je klienteliste, dhe unë kam thonë, nuk kam zgjidhje tjetër. Unë nëse nuk ndihmoj njerëzit e mi, gjëra të cilat unë do ta zgjedhij Po tani pse s'bashkoheni tani ti? Me këtë bashkohen. Me Ilir Metën pres. Po ja më zotri tani, shiko. Ke parë Berishën në një front janë të gjithë. E para një herë, shiko. Berishën të gjithë këta Po po, s'është fronti, sup më sup. Unë front opozitar jam, unë nuk më fton njeri. Unë front opozitar jam, por ka dhe një gjë tjetër, që unë nuk jam opozitare në rresht. Unë jam opozitare hajtë për të bërë strategji. Kush është strategjia? Po i luftoj nëse bashkë, ora akuzat i ke bashkë me Ilir Metën, ndaj të them, Berisha i ka bashkë me familjen akuzat, është i bashkuar një trup i vetëm. Nuk ka si akuzë Ilir Meta, mo gjitha janë për mua akuzat. Po ta thëmë që unë personalisht kam bisedu shumë gjatë me Ilirin, shumë gjatë para se ta merrte vendimin. Dhe... Për ndarjen? Po. Mos ke dorë dhe të ndarja baton se ti edhe gurin dhe fshet dorë. Jo. Nuk mundet, edhe pse, do me thonë, po, unë nuk jam pajtu me... Nuk ke qenë dakord me? Su merrni me të shkuar. Hajde flasim për të ardhmen. Atere, po. Të bëj dhe një kështu ndërhyrje. Ja dhe një ka mund tani dhe pas të një. Jo, nuk e mbyll, jo. Jo, e mbyllan, se nga që njëf procesin dhe shof atë që... Jo, a i njëf se ajo është viktim si puna ignore. Bëri lajmë sot, kjo 200 që bëri vërtet, se nuk u nxorë kota ajo të. Ajo është një gjë që mbetet e publiku. Je ke vëre, futi qik lajmë para, futi para lingota ari, seks, futi edhe në i kombinim kështu dhe iku, mos u merma, ato 170.000 faqe, 370.000 faqe, që si ka lexuar vetë ata që i kanë bërë, nuk kanë vlerë. Me që i gjeta këto vendime tani Monika dhe pa tako. Shiko si, në 28 prill 2015, prokurori që thash pak më parë, Kostaq Beluri, revokoi pushimin e dosit. 2015, ishit në alancë me Partinë Socialiste. Dhe ky thot, vendimi i pushimit që ka qenë i datës 27 tetor 2012, për dosjen 978, e viti 2008, se çudia e kësaj dosje, ju është që ka nis 2008-ën, është pushuar 2010-ën, është rihap prap, 2012 e kanë pushu, e kanë rihap 2015. Njëta dosje? Njëta dosje. Është rihap prap. Pastaj, 2016 thash kam dalun, është rihap prap, e kanë mbyll prap. Pastaj më kanë thirrë 2019, që kishin kaluar opozit, Monika, se Iliri ishte president, prap spaku akoma se kishin planat, nëse dinin se kush do bëj kryetari i Spakut. Po letra e kemi dorëzuar në material dhe më bën përshtypje që vendimet e prokurorisë, sepse në këtë kohë që unë po flas, ka qenë prokuror Llalla. Dhe Meta presupozoi që Llallën e kishte prokurorin e vet. Vetëm, po. Si është e mundur që ka kaluar ky vendim? Dhe në këtë vendim, zoti Beluri, mos a lexoj të gjithën, se këtu flitet edhe për Rebeka Gaskingein dhe për shumë persona të tjerë, për minjera në Afrikë, për lëvizje të 8 milion eurove nga Shqipëria për në Zvicër, dhe nga Zvicra që janë brenja 2 minjera në Kongo, mos gaboj, njëra dhe tjetra ishte në Tanzani, dhe në fund thot prokurori, vendosa shfuqizimin e vendimit pushimit, pra atë të vitit 2012, vazhdimin e hetimeve dhe akuza ka qenë vazhdimisht e njëjta. Pra pastrimi produkteve të veprës penale. Pra,
Gjithmonë ka qenë pastrimi parave, ylli, po pa përcaktuar se që të pastrojnë parat... Duhet vepra penale, kush është vepra? Qartë. Ore, nga kanë arto para? Ku janë përfituar? Që ta dish, ai bëri burg 8 vjet ai, Kasim Ismailaj, është i vetmi shqiptar në këtë republik që janë bllokuar në bank dhe janë konfiskuar diku te $8 milion, asnjë tjetri. Vetëm edhe pension e plakës se bllokuar. Po e fiton Strasburg ai? Por, po ka lekse, ata janë, prandaj ja thanë burimet që mos pagon të avokatët e Strasburg. Pra janë bllokuar në bank, se shqiptarët nuk mbajnë para në bank. Po ky është i vetmi që kanë bllokuar $8 milion. Dhe i ka të bllokuar e? Në bank, ja ka konfiskuar, i ka marrë shteti, i kanë ikë ato. Ai mbaroi dhe burgun, doli. Pra, ati ja morën, është i vetmi, nuk i shkapur njëri tjetër para 8 milion në bank. S'ka bërë vaki. Pra, ky është i vetmi që ja kanë marrë. Dhe mbi të gjitha është folur në atë kohë dhe për interferim të ambasadorit të Serbisë në Shqipëri, s'po më vjen emri tani, i cili kishte marrë përsipër që ta mbështeste, që të fitonte kundër Shqipërisë në arbitrazh dhe jo të fitonin parat, po të merrnin kompaninë Oshejen e sotme. Pra, skema shumë e thellë. Prandaj po them kjo thërrimja, fjala që thëti pak më parë, në Shqipëri është thërrime, ylli, që ta kuptosh. Është thërrime, këto që thonë. Kjo thërrimja sot, 200.000 euro, ngelet e veshi njerëzve. Dhe njerëzit kujtojnë dale se kemi dëgjuar dhe herë tjetër. Po si ka dalë kjo? Në vitin 2009, mandati i qeverisës u vendos nga votat e arta i quajti atëre Dritan Prifti, pra koalicioni që bëri Ilir Meta me Berishën. Dhe i dha mundësi Berishës kishte mandatin e dytë. Dhe një nga këto mandate, nga këto 4 mandate, aludoi në atë kohë që ka ardhur për shkak të kësaj bisede. Kjo është narrativa. Prandaj duhet, dhe ne nuk e dim as strategjinë që ka zonja, në fakt zonja Kërmadhi s'është në këtë pjesë, është zoti Meta, që ka zoti Meta, por thash, më bën përshtypje që pse pikërisht sot është kujtuar dhe prokurori, kur ka gjithë këto vendime, që unë po t'i citoj, unë s'jam prokuror, por i kam punuar me këtë çështje dhe kam punuar edhe për gjë tjetër. Se e di që sa ka ardhur qeveria Rama është përfshirë në këtë histori. Atë Vis Matën, që përmendën Vin Matën, e uronte Renea, po e kërcënuan juristët e Ministrisë së Energjetikës, kam nxjerr videot unë atëherë. Dhe pastaj iku nga Shqipëria u arratis. Ky tjetri ishte në ruajtje nga juristi tjetër, mos gaboj, Roman Kara, ishte në ruajtje nga reparte speciale. Sepse ishte kërcënuar jeta. Dhe në atë kohë, dhe të dy kishin punuar me Kastriotin. Se njerëzit sot nuk e mbajnë. Dy ishin drejtorat e Kastriotit, ë? Po Mata ka qenë, ai në fund ka shku, Karaj. Por dhe sepse njerëzit sot e kanë harruar narrativën. Në atë kohë pse u bë kaq e madhe, pse u bë kaq zhurmë? Sepse shteti shqiptar po kërkonte të rikthente Çezin. Një kompani që ishte privatizoi shpërndarjen me pakisë energjisë në Shqipëri, bëri atë katraurën që bëri dhe po i rikthei shteti shqiptar. Dhe rikthimi u bë duke paguar një tarifë tjetër. E cila sot e kësaj dite nuk është hetuar. Prandaj gjithë ka një raport kontrolli i shtetit që ka çuar pak. Gjithë kjo thërrime, ylli, e mbyll atë fjali e fundit. Komisioni dimor, vërtet beson kjo komisioni dimor? U bë ka xhuar. Po, dhe çka kanë bërë komisionet e Kjo thërrimja që është hedhur sot, është thërrimi që nëse mbrojtja e zotit Meta nuk e shikon me detaje, këto janë thërrime që të mbysin, sepse du t'ish i vëmendshëm dhe do merresh me thërrime, do ta sqarosh të thërrimet, pa u marrë me të tërën, sepse në vetvete strategjia e prokurorit nëse kam paron janë detajet, dhe ai do mundohet të kapet tek detajet. Prandaj po them, prandaj pyeta sot. Kam kuptuar unë deri tani që nga 28 gushti që ka ardhur dosja në gjykatë. Qoftë gjykata, qoftë prokurori, nuk kanë rëndësi fare se çfarë provash ketin dosje. Rastin e seancës paraprake. Në rastin e seancës paraprake, 90% e dosjes rezulton dhe rreth Adrian Shatkut. Apo jo, si ti mund të fusush në burg në botës, pa dëshminë Adrian Shatkut, kur ti pretendon që Adrian Shatku ka bërë korrupsion dhe ka punuar bashkëpunim me Ilir Metën. Apo jo, më i pakta që mund bësh do të çosh një letër porosi në Amerikë, ta pyesësh ose një email. Që të vim këtu ke detajet. Gjykatat tona, nëse keni shpresë që mund bëjnë vendim harroje. Ne do ecim proceduralisht, sepse ne në çdo gjë do ta bazosh për në Strasburg. Pra, si mund pretendosh ti që ke gjykati, ku gjykata kushtetuese thotë nuk e kemi pa një Strasburgut duhen 10 vjet, Monika. Po 10 vjet. Çfarë do bësh 10 vjet? Llogarit që 10 vjet të mirë. Ore, i ri është Ilir Meta. Po mirë, nuk e di. Ilir Meta 27 vjeç. Po pritet 10 vjet. 27 vjeç. Çfarë do të çuni jot? Quhet shumë i ri kjo. Si quhet shumë i ri? Se s'ka si tjetë si tani për 10 vjet. Sa vjet që ti? Unë di që një 70 cati. 67. Po ti më bësh edhe 800 mua. Jo. Meta bën 67. Mirë tani
Moshën thuaj se ju asgjë s'pranoni. Vetëm as moshën se pranoni më. Voi jeni në rregull, vazhdoni kështu, as moshën se pranoni. Moshën? Moshën. Moshën, Po jo pranoj moshën. moshën o vla. Nuk e pranoni. Tani, Mosha është eksperiencë. në gjyq ishte edhe zoti Flamur Noga. Po, edhe Kjo me siguri ka dërguar doktorit tani. Besoj Sigurisht. se po. Pasi u tha që PD-ja ka braktisur Metën. Si e tha shumë. Jo Se vetëm njëri ti, tjetër por nuk e kanë thënë tha. me shumë njerëz, se kanë thënë se Thash unë e dhe para. dyshim që ka qenë ky se me idenë që ja peshku i Megjithatë, matur bë, u servi peshku i matur. megjithatë ka një Tani kjo prezenca e Flamurit është më ka shunëna me lagojna. Jo, nuk Klevis Balliush. Jo, ishte, nuk besoj. Ishte edhe Klevis Balliu, Flamuri me Klevisin kanë ndetë nga fillimi deri në Dhe fund. Bujar Leska. Edhe Bujar Leska po Bujar. ishte edhe seancën e parë, kanë ndetë nga fillimi deri në fund. Qelësia e ka mbështetur vazhdimisht Sali Berishën. Kush? LSI-ja e ka mbështetur Sali Berishën që në fillim. Domethënë ti thua që është mbështetje plot. Sot fillojnë mbështetja. Po, nuk besoj se nuk ka të bëjë ajo me çështje. Ajo më shumë është më po them politike, sepse prezenca e deputetëve në sallë krijon, sepse mos harrojmë çështja e mediave ose po themi to dromsat që tha Batoni kanë ndiku dhe ke deputetët, edhe tek njerëzit. Po kur ata vinë dhe dëgjojnë aty në sallë, të vërtetën, edhe ata shokohen, sepse në një farë mënyre aty ja shoku dhe vetë prokurorët, se prokurorët se di çka ka bërë, se i kanë bërë të tjerët letrat. Po kupton? Kështu që është, por unë e vlerësova shumë dhe e vlerësoj prezencën edhe të Flamurit edhe të... Tani ju jeni në gjyq, Monika, Se e vlerësoj sepse në një farë mënyre, përveç se është, po themi nga ana njerëzore, është një gjë shumë e mirë, por unë mendoj që edhe nga ana politike është një instrument i cili jep një lloj mesazhi edhe për opozitën. Tani kë fajsoni ju? Gjyqi ka filluar e gjitha, do vazhdoj procesi, do vazhdoj do mbyllet kjo, për gjendjen ku ndodheni sot. Fajsoni Edi Ramën, veten tuaj apo ambasadorët, ju shpesh kemi dëgjuar që flisin dhe për ambasadorët. Kë fajson tani? Monika Kryemadhi, kë fajson? Juri Kim dhe Altin Dumanin. Të dy dhe Juri Kim dhe Altin Dumanin. Dhe përdorën Erion Velin, si vegër, nëpërmjet Alit Valterit e këtyre tjerëve, dhe më pastaj, kur Erion Velia i mendoj që po largonte Metën, Berishën, duhet ikte edhe Rama, tha Rama ti, hajde hike dhe ti çik. Edhe kjo është. Por historia është një, për mua, është një arrogancë e Erionit, që mendonte që do merrte Partinë Socialiste do bëheshte kryeminist. Nuk duhet Erion Veliu aty mos, se kjo tha një frazë për Erion Velin. Aty nxjerr Metën dhe Monika Kryemadhin. Për të cilin po flasim. Kë fajsoni, i them unë dhe ja, tani fajsojmë këtë thot. Dhe po e kini Altin Dumani dhe ambasadorja. Juri Kim, kur morën dekoratën, pas ja arrestuar po si keni lërë dekoratën, ta dy. se keni. Monikën dhe zotin Meta. Bravo. Bravo. Dekoratë dha dhe Nikol. Tani, Kush? Ja dha Nikolla. pra ju fajsoni, Ska lidhje me do me këtë. thënë, ju fajsoni për këtë gjë, Altin Ja dha shumë Dumanin përpara. edhe ambasadoren. Çiko, unë Lloj si mendoj... Berisha e Begën. Se dha i Dumanin në godet, doktori. Unë mendoj që Dumani... Po këtë nuk thot për këtë Marizali, sepse ka thënë për Marizalinë në atere, dhe për Juri Kimi nuk thot tani. Por Juri Kimi, ato tigri 1, tigri 2, tigri 3, qa janë ato? Ke thënë atë. Tigri 1, po dy shikuar. Ska dy. Është një film i treti. E dy Zvicër. Po, nuk besoj që është ai. Dyshi ka dalë nga radha. Kështu që... Po mba mend ka qenë një serial i treti. Ajo është pagesa që është bërë Juri Kim, dhe nëpërmjet asaj, ajo e kishte personale, sepse do bënte klasën e re politike me Lulbashën si kryetar opozite, edhe Erion Velian. Tani frikë që ti mund të përfundosh në burg, nuk e çan shumë, në çfarë pash. Po burgu më i madh është për jashtë më ylli. Do pagush drita, do pagush qera shtëpie. Atje. Tu për herë të parë vërtetohet që edhe burgu thuhet për burrat është, po tani thuhet edhe burgu është edhe për gratë. Kjo e vërteton. Po se çka ka burgu? Enton. Kjo e vërteton që është burri që burgu nga grave, po Gradeso në shumë i Jo vetëm për burrat. Thonë që 5 vjet. Është përmirësuar, janë përmirësuar kushtet. Qa do me këto ti? Aj, pe që bënin burg ata? Napoleonin. Aj, pe dasmën që përë. Monika ka pas gjithmonë një lloj kështu, i thoshin burnesh. Po ja, po që do i bësh? Që do bësh? Po mirë, ja vajtem, në asnjë gjë të fikson. Ore,
Ylli. Ti e sinqerisht e çmendur, po Tani gjithmonë. burgu i grave në Pojs ka shkuar, po Gradec atje ke. Edhe mbi liçenit e kam. Ai pastër nuk e Tu di. është burgu i grave, ke parë? Në Pojs, po, sipër liçenit. O zonin në nivelet më të larta. Atje të gjithë. Ato se di unë. Ka thënë para Me 4 vite. parukerie, me televizore, me gjitha. Ka dhe parukeri. Po, ka dhe Vetëm botox nuk ka. Shiko, me atë video që nxora javën e Po nuk kaluar. krahasohet me atë Ajo video video, nuk a e pe që bësh atje? Jo, ai Me atë video në Durrësit nuk krahasohet. Në Durrës është më mirë, thotë. Para 4 vitës. Durrës ka nivelet larta, po është për burra në Durrës. Vetëm që ajo Atje dhe belly dancerva, Do me I thënë like tani, to move it, po move it. larë qoftë fotomorën, vërtetohet dhe fraza që burgu nuk është vetëm për burrat, po burgu është edhe për gratë. Po kam bërë më dhe gratë shkëta, ajo e bëri ajo Mirlinda, e bëri dhe ajo tjetra. Tani, Jo, Mirlinda s'bërja, Arres shpije, pa. Mirlindën, kush e lu Mirlindën në Burgën? tani, për analiste kam, si do që shkoj ky proces, një gjë është e sigurt. Ilir Meta, edhe duke sikur është një seleksion në këtë pikpamje, Ilir Meta dhe Amerika Granadi janë politikanë tashmë të, si politikanë, të eliminuar, nuk ka rëndësi, ata mund të lirohen nesër dhe bëjmë në një batut në ditësh. Shqipëria është me mirë pa Metën, si mendoni ju dhe kryemadhi në politikë. Apo kjo gjë nuk ndryshon asgjë? Po që ka ndryshuar? Çfarë ka ndryshuar? Ylli për Ja ta thotë Abileka. Konflikti politik është në një nivel. Rezultatet janë në një nivel. Që ndryshimi ka me Metën apo pa Metën? Taksat më të larta? Taksat më të Çmimet larta. të larta? Me Metën, paktën kishte një forcë të tjetër politike që mund të ishte kontrolli. Bënde një farë kontrolli dhe kur bëj baltë këte, merte kalon të pushtetin këte. Kur bëj baltë e madhe në një vend. Jo, kur duhet një stabilitet. Projekti politik është i tillë, mendoj, që Edi Rama ka pasi projekt politik shkatrimin e rësisë. Dhe këtë projekt e filloi që në 2015. Bashën pastaj më vonë, se përfshirët e Bashën. E filloi që në 2015 në zgjedhjet lokale. 15-ën, aty filloi. Aty filloi. Basha me Ramën, aty fillon. Donin t'ja lenin Metës aprovimin e reformës në drejtësi, përsa botonin të dy bashkë, dhe ndërkohë që u fut GSIS-ja, që u ul bashkë atere Fatmir Dhe në që se ju kujtohet, takimi Basha Rama në 2017 pas Çadrës, doli në konkluzionin që duhet zhdukur Ilir Meta. Ruzim Basha të nesërmen e Çadrës filloi sulmin e rësisë. Qartë. Logjika ishte që besoj që Berisha nuk duke dia ka qenë dakord Berisha, por Berisha ka qenë ndër politikanët që ka kërkuar që gjithmonë të ketë një fraksion të majtë të fortë, sepse PS-ja vetëm jam mënyrë me fitu zgjedhjet. s'do kishte një fraksion të majtë, do ishte gjithmonë pushtet. Dhe LSI-ja ishte pikërisht kjo, dhe bënte ndrimin e pushtetit, ishte forca kingmakeri që thamë. Po se kjo... Dhe projekti për asgjësimin e rësisë gjeti mbështetjen e Iliri e ka shkutur. Ose më mirë të themi naivitetin, po e them me një fjalë shumë të butë të Ruzim Bashës, për të asgjësuar rësinë duke ditur shumë mirë që ato vota që do ishin nëse rësia shkri, nuk do shkonin kur për PD-n. Gjithmonë PS-ja, Ilir Meta ka ndihmuar këtë punë, këtë proces, e ka kaluar. Po pra, PS-ja dhe Po pse kur ishte ligji që sollën për shërbimin informativ? ishte politik me Që ishte kontrolluar. Berisha donte të votonte. Kush ishte më me Elsi që e zgjidhte? Baton ti si e mendon këtë gjë se Po, duke qenë menda kësa historie shumë gjatë, ajo që unë thëmë që Ilir Meta kur ka përfunduar postin e presidentit, është dash ta ketë zyrën diku në qendër Tiranës dhe mos merret fare me politikë. Kjo ka qenë edhe një prej bisedave të mia me Ilir Metën, por ajo është kryeneç dhe mendon që pa prezencën e tij, fuqia e tjerëve për pushtetin e Ramës nuk do ndryshon. Aja ka pas historinë e vitit 2004-2005, ose 2003-2005, që ka menduar që është njeriu i cili realisht ka shpëtuar Shqipëri nga lufta civile, që dorën në zemër ka ndikuar shumë, sidomos në vitin 2005, dhe ka ndryshuar pozicion në vitin 2013, për cilin pozicion gjithashtu mendoj që ka qenë pa mundur ndryshohet pushteti pa një koalicion me Edi Ramën. Tash, edhe aty ka luajt një rol të bartës e pushtetit te Majta, për arsye se e djatha në mandatin e dytë filloi seriozisht korruptohet. Tash,
pse Ilir Meta meti në pushtet, ose pse vazhdoi betejën me LSI-n. Kishte një hatër mbetje serioze me Monikën edhe me Lulbashën, dhe mendonin që konspiracioni që është krijuar me ikjen nga ose djegjen e mandateve dhe ikjen nga zgjedhjet lokale, aje kishte bindjen se fajësia i takon dy krerëve të dy partive politike. Që une, edhe pse ma thoshte kështu, nuk e besoj këtu, se ai ka qenë i pa informuar, por kjo është e pa rëndësishme tash për të folur, sa është e rëndësishme që Ilir Meta është gjithashtu viktime kryenësisë të tij dhe betejën pafundme me Yuri Kim, që i bie që ajo është betejë me State Departmentin. Dhe unë nuk mendoj që as Altin Dumani apo askush ka tjetër që ka peshën e arrestimit të Ilir Metës më shumë se sa Vetë Ilir Meta thotë. jo, që më shumë se sa betejë me ndërkombëtarët, sidomos me Shtetet Bashkuara të Amerikës në atë moment, duke personalizuar betejën me Yuri Kimin, e realisht shtetet e mëdha perandorit, ambasadorin e ka njeriu kryesor tyre dhe ai është presidenti në një farë mënyre i Amerikës brenda një hapësire që është ambasada. Dhe betejë hapur, unë do ta respektoj Ilirin që ta bënte një betejë hapur, por ai filloi të jetë cinik, ironik dhe ofendues. Dhe kjo e bëri ato shenjestër që pastaj ishin gatshëm të gjithë që të ishin kundër tij. Tipike për kokën e Ilir Metës se e din me qenë shumë kurreneq kur e don sovranizmin e tij, dhe ai është viktime asaj beteje që ai ka pasur gjatë 2 viteve të fundit si president. Kam qenë mos pajtues me to për mënyrën qysh ai ka ndërtuar rrëfimin për një politik të re të tij dhe rikthimin mas presidentit. Gabim serioz, konsideroj që Iliri ka merituar një pozicion tjetër në politik, shkruan libra, ose tjetë këshillëdhënës për një Shqipëri tjetër, me gjithë përvojën që ka pas për arsye se këtij vendi ja ka marrë të gjitha, edhe ministrin e jashtëm, edhe kryeministrin, edhe kryetarën e kuvendit, edhe presidentin, nuk ka pas që jep Shqipëria më shumë. Dhe mosha e re ja ka dhënë edhe atë fuqi edhe ndoshta mangësi për arsye se të shkon në penzion me moshën 55 vjeçare ka qenë shumë e hershme, dhe ai ka menduar që mund të kontribuojë dhe mund ta fitojë betejën me Edi Ramën. Paka shumë konsideroj që kjo është një rrëfim i shkurt për Ilirin, me gjithë se ai ka bërë revolucion 2025, gjithashtu është njeriu që ka ndalë luftën civile dhe pa Ilir Metën nuk fitonte Berisha kur asnjëherë. 2005, 2009, 2009 gjithashtu, do me thënë ka pas momente kur Iliri... Ai dha mandat në dytë, pa të zbërë. Iliri ka pas negociata me Edi Ramën gjithashtu për një koalicion tjetër për shkak të një hapësire që tash nuk duhet him, por atëherë Edi Rama ka qenë kundër dhe e kam shumë qartë që Iliri e kishte qartë që Edi Rama nuk i fiton zgjedhjet në 2009, dhe tek me 2013 e ka kuptuar që atë sa ka Iliri vota, ka qenë shumë i dhënun mas njerëzve dhe unë nuk kam pa njeri që ka pas buk mrenda telefonit, të numrave të telefonit ma shumë se sa Ilir Meta njët, nuk kam pa, dhe më thonë që nje se cilin njeri, se cilin votus, dhe ka qenë i përkushtun për votën e ti. Dhe ajo që e dallon ato forca, por gjithashtu gabimet njerëzore është shumë i hapur për të sjellë njerëz të familje, që jo gjithherë janë dashamirës në projekte, në kurrierën e politikë në nivel të lartë. Por vetëm fare pak fjalisë, përse kemi 2-3 pyetje të rëndësishme për jashtë Paka shumë që kjo që moj me thanë për Ilirin. Shko, ajo që duket sot, kjo është shef të lajon në distancë, se që ka ndodhur, ose që po ndodhë, është që
tashmë është e Çfarë ka qartë. ndryshuar Shqipëri pa Monikën dhe pa Jo, Ilir? po them, Ylli, po them, tashmë është e qartë që çifti më i gjatë në politikë, që kemi patur ne mbas viteve 90, Ilir Meta, Monika Kuremadi, është nxjerr jashtë loje. Sot bën mirë ata deputetët që më në fund të shfaqen atje, sepse një nga gjëra. Kur s'kanë qenë bashkë. Një, Unë po them, më fal. bashkë serioz, na mujna me thonë që kanë qenë bashkë. Kur s'kanë qenë bashkë të dy. Kur, hiç, kur. Se cili përbënte gjysmën e vet, po bashkë kur bën s'kanë qenë tërë. bashkë. Është vërtet? Tani, Kanë qenë kur bashkë. po Dhe se gjithmonë cili vendimet e Ilir Metës kanë qenë kundër, Nuk kuptoj. po themi, mendimeve të mia apo dëshirave të mia, politike. Jo, është Është vërtet, e vërtet. politike dhe edhe partijake, edhe Po, jo, më institucionale. falë që veç ta thash. Jo. Se i the bashkë, po kur s'kanë qenë bashkë. se unë arrini të përfundoj, unë jam dhe nga Skrapari, po s'kam qenë si jam Ilir Meto. Po ka Besoj po e shefim me proces. Po. Atëherë. Dhe këta kanë qenë vërtet dy gjysma, po të dy bashkë përbënin tërë. Bën një. Dhe duke u kthyer kaq të rëndësishëm, këta u bën kokçarje për gjithë tjerë. Dhe stigmatizimi ishte kur ishim me PD-n, kur u thosh aty të PD se janë ata të LSI-s. Kjo është e vërtet. I Ata bëjnë ata gjërat dhe i bëjnë ata. Kur kalohet te PS-ja, janë ata të LSI-s. Po. Dhe që me që unë isha nga Skrapari, hanim dhe si krahin gjithë, se po thosh nga Skrapari, gjithë fushin të thesi i madh. Po, kështu ka qenë dhe sot, të dy së bashku, edhe pse nuk janë më bashkë, Ama 20 Po kilometër rrugë me Ilir Meta nuk është bërë ndonjëherë. po marrin Ja, po faturën. ky. Tani, 20 milion euro kilometri rrugës. Nuk është bërë ndonjëherë me këta të LSI-s. Mos krija percepcion që është shkriju për ty. Po le tash tani, aty. Po le, po. Monika, jemi në këtë pjesë. Pra, sot jemi në këtë moment. Po. Gjitha e narracion, gjitha jo propagandë që bë, gjitha e luft që bë, të quan si çiftin më të korruptuar në Shqipëri. Ky është narrativa dhe ky është perceptimi publik. I konsoliduar. Korrupsioni do i faturë Prit të bëre. dëgjoj. Tani, sot e bukur është që Ilir Meta ka mburë që nga 24 tetori, mos gaboj, 2024. Tetor. Pra, sot e kësaj dite, të pak të t'i mbajnë atë 50.000 euro që vën si garanci e i avokati. Se nuk i kanë kapur asgjë aty. Thua. Pra, si shka për asgjë. Kapja 50.000 E ti e ka avokati. kushtu 2.8 milion euro? Dhe base bën ai gabim ai dhe atë 50 që kalojnë në arkën e shtetit. Se nuk është kapur. Gjëja që ka më me spakun është kjo. Me qenë se është gjithë kjo narrativ, gjithë ky perceptim, gjithë ky betejë që është bërë, o zotri, kaq paftini ju ta kapni? Të paktën liroje nga burgu, çojnë në mas but sigurie se s'ka më vlerë, ka hyrë në gjykim dhe mbaj atë 50.000 euro që ne atij cakran se por e fundit që mbyllë. Njerëzit. E fundit që Fundit mbyllë. sepse Te kjo histori. Procesi, unë nuk e thash më kot Monikës, se Monika tha po punojnë për Strasburgun. Do procedurale, do t'i bësh ti procedurale? Ja, Allah së ndak, thënë pleq nga na jo, na arritër për 10 vjetë. Strasburgu do të thotë që pse se je bërë këtë, se ti do pra, shkosh. tjetër tani Por ti politikisht ke dal nga loja, Se këtu s'ka dhe çfarë kjo bën. ishte qëllimi, Unë madhe fort. dhe kjo u bë, dhe kjo Uroj për që me këtë këta u bë. politikanët e Dhe rinj të për këtë zgjidhin u bë, hallet. Që pra- ka ngela si kalamon për shtëpia. Ata Që kanë ikë gjithë jashtë shtetit. Pastaj, kjo vjen te pyetja e Yllit. A është bërë Shqipëria me mirë apo jo? Sa miliard euro kishin bler shqiptarët prona jashtë Shqipërisë? Sa ishte 3 miliard nukët? Se di. Apo kalojmë 7 miliard? në një moment. Jo, mos kalo. Po sepse Shqiptarët, Po, këta do të fukarejnë, jesh- kanë bler 7 miliard euro prona në Europë. Do jemi pra përsëri Jo, po jo, temë normalisht. tjetër. Që kanë Pra do të të thotë që po Jemi t'ikën, okay, s'ka po më t'ikën. është temi që do ta kemi Kanë ikë të ardhmen. shqiptarët. edhe Tani. të këtu. Zoti Hoxha, un kam dy pyetje për që mund të marrin pjesë edhe kolegët e tjerë, po dhe zonja Kuremadi që një politikane e njohur këtu në këtë vend. Dhe kjo hyn te pjesa sa e Aq më mirë është tepër për që Shqipëria. kush është dënuar ish kryetari i PD-s në Lezhë. Po. Në mbrëmjen e së shtunës, në 9 maj 2026, në autostradën Laç Milot, u dënua barbarisht nga personat pa njohur, ish kryetari i PD-s në Dajç të Lezhës, Sokol Toma, 53 vjeç, është dhe biznesmen në Lezhë ky. Kryesisht fushën ndërtimi si biznesmen. Si ka ndodhur kjo ngjarje tani se këte kishin qelluar, kishin prerë pjesë të veshit. I kanë dëmtuar dhe vesh. Eh? Është dëmtuar dhe vesh. E kanë dëmtuar veshin, ndashtë e presin, domethënë një pjesë të veshit, se Nuk e di, e kam bë, se kam bë. Të po ky është edhe dëmtuar. kanë thy këmbën. Po dyja kam po. Ai kam. Dyja këmbët. Po dyja. Kam. Edhe shkruani gjëra shumë çuditshme, ja futin edhe Gjingjoni e ka bërë thoshin. Gjingjoni thotë, Gjingjoni s'kedi nuk vuhet mund bëj shumë gjëra, po nuk ka lidhje tani që të bëj skena të tilla. Ylli. E kështu. Çfarë është kjo tani? Perceptim, se perceptim është,
Që po thoti, perceptim është. U kryua sepse 48 orë mas i kishtë ndodhur ngjarja, si asnjë herë tjetër nuk po fliste as PD-ja, as PS-ja, as policia. Ky zotëria ka qenë drejtori i hipotekës në Bashkinë e Lezësh dhe ka qenë për një kohë të gjatë, është ndërtues aty, ndërton një kune, mos gabojsh 24 katësh hotel atje, po ka një historik ky në 24 katësh në kune? Jo, po ndërton një objekt në kune dhe kanë nxjerrë leje për 24 katësh. Ti po habitesh tani? Se edhe unë nuk e di atë objektin, nga kjo e mësova. Ose kanë tale. Jo, në kune po ndërton. Tale ka projekt. 24 katësh? Po ndërton, jo, nuk është 24 katësh në kune. Në kune po ndërton, thash, ka dhe një leje për hotel 24 katësh. Në kune është sepse një nga punëtorët e këtij ka humbur jetën vitin e kaluar dhe është në hetim dhe për këtë për punësim të paligjshëm, për shkelje të rregullave në punë dhe për rastin e vjetshëm. Pra, në pamje të parë, nëse shikon kuadrin e këtij personi, edhe moshën që ka dhe aktivitetin që ka në Lezhë, nuk të përputhet me ngjarjen. Ngjarja është tipike ngjarje mafioze që ne jemi mësuar vitet e fundit. Po të sjellë se besoj ti mamat palestinezin, libanezin që ishte ai që ndalua mes rrugës, e i hyn ata ustallarët atje, njëta gjë ka ndodhur. Libanezi ishi lidhur me këtë plazhin këtu më? Në te Gjiri Lalzit, në Hamallaj ku ishte ai. Tani ky është dënuar për randën e hedhur në kution për toka. Ka marrë një dënim 1 vit e 4 muaj, por ka qenë dënim me kusht, bashkë me ish-kryetarin e bashkisë së PD-s. Pra, po ta shikosh, kur ishte drejtori hipoteke, këtë dënim ka marrë për. Ky ka qenë dhe kryetari i PD-s, edhe politikisht aty ka qenë përfaqësues, por gjëja që bënte përshtypje është s'po fliste njeri. Dhe kjo bëri shumë përshtypje. Dhe si ishte mundur që edhe qytetari digital që s'li gjë pa folur s'po fliste për këtë rast. Aq më tepër që ky ka qenë kryetar PD. Mbas ata po kërkonin verifikim, mbas e kanë lidhje me atë që përmendet ti, nuk e di. Por mua më bëri shumë përshtypje që 48 orë sot ka fol kryetari i bashkisë në ora 17, zoti Perin Dreu, 2 orë më vonë ka reaguar më në fund PD-ja e Lezhës. Tani, PD-ja mos se ti thua PD-ja bënde PD-ja gjëra kështu këtu në këmbë gjëra. Nuk bën PD-ja, mor, pse s'po reagonte, se ata dinë se kush e ka bërë këtë punë. Reagon me shkretare nga aktivitetin e vet. O Ylli, skuadrat që bëjnë këto punë dije. Nuk janë shumë në qarkullim. Se ti po flet për ditë. Janë dijet se kush janë edhe. Në këtë rast duhet të reagojë policia. Po flas duke mos reaguar policia, bëri përshtypje kjo gjëja tjetër. Se pavarësisht motiveve, është shumë e rëndë që një njeri të ndalohet në rrugë në autostradë, hapet krau makinës dhe të hysh me shkopin bezbolli me çekiç mes rrugës. Dhe pastaj çështja të ngelet s'flet askush. Ora kush e mori këtë aty dhe kush e solli në spital? Se sollën te trauma. Ora çka ka ndodhur? Kjo është policia ta bënte këtë transparencë. Atë se dim se kush e ka çuar. Pa ata që e ndaluan mes rrugës e kanë rrahur e kanë lënë aty. Ata e kanë lënë aty. Dhe fakti që ata kanë dëmtuar gjymtyrët e kanë bërë që të vuajë. Sa ata si ka penguar, kush shkonin dhe mtej? Kush i pengonte? Atje ajo zonë s'ka pas kamera, është kryqëzimi Sanxhakut, do ta kesh. Kryqëzimi Sanxhakut, ku makinat aty ecin me shpejtësi maksimale, se si e kanë ndaluar ata, se si kanë arritur ata ta bëjnë këtë gjë, ta nxjerrin anë të rrugës, dhe pastaj të punojnë qetësisht, duke hyrë burrit huaj me shkopin bejsbollin mes rrugës madhe, se që ta bësh të gjë do i garancit madhe, se nuk e bën dot kushdo. Ky nuk është sherr aty për aty, që marrin lopatën ata edhe zihet. Pra, kjo duket që është një gjë e instruktuar mirë. Tani, policia është një nga ngjarjet që po mundoi të mos jepte reagim. Mbase po kërkonte autorët, nuk e di, nuk them dot. Por deri në këtë moment ne nuk kemi autor. Zotëria urojmë që ta kaloj sa më lehtë këtë situatë, si dëmin fizik që ka pësuar, ashtu dhe dëmin moral edhe terrorin që ka përjetuar. Po thuhet deri tani që jo ka dhënë deklarime, s'ka dhënë deklarime. Atë fatisht ai tani nuk ke çfarë deklarime të ti marrësh. Marri një herë veten, bëhet të kthehet një në realitet dhe pastaj mund të t'japi ndihmë. Tjetra, bizneset, aktiviteti që ka zotëria, pra është përfaqësues politik në qarkun e Lezhës, që është një qark i djathtë, së pari, së dyti, ka qenë zyrtari i rëndësishëm bashki, sepse ka qenë thash tek zyra e hipotekës. Ka qenë pjesë e stafit dhe shtabit Partisë Demokratike. Pra, ky nuk është njeri i panjohur në Lezhë, është njeri që ka aktivitet. Nuk mund ta trajtosh si një rast, mos ishin sherr një konflikt. Pista thuaj ende nuk mund të thosh dot asgjë se prandaj edhe forcat politike kanë heshtur. Madje edhe sot, masdite kur kryetari i bashkisë ka qenë oficer, ka qenë drejtor policie. Nuk ka lidhje me pjesën politike thotë. Zoti nuk e dim. Zoti Perin tha kaq. Zoti Perin tha
u kujdes më tepër a është dëmtuar, a është dëmtuar të veshi. Nuk u kujdes për pjesën që pse nuk zbardhet kjo ngjarje. Si mund të rrëmbehen njerëzit Se dhe zoti Pirinta sot mas ditë pra i reagoi pari. kujdesit për veshin. Po, se nuk ka lidhje, tha me ato, tha ka lidhje me histori tjetër. Pra, ngjarja në vetvete është shumë e rëndë. Edhe për atë çfarë përfaqëson personi. Dhe për më tepër, sot, mbas, pra ngjarja ka ndodhur shtunën, sot është e hënë në darkë, ende nuk kemi asnjë lloj reagimi ose njoftimi nga policia ose persona të shpallur në kërkim se kush mund ta ketë kryer Pra, ngjarje. nuk mund të themi më tepër se kaq ati çfarë përfaqëson ky biznesmen. Jo, ky përfaqëson, ta thashë përfaqëson. Problemi është që Se një sulm kaq i ashpër. Fakti që policia nuk bën transparencë, por policia se ti fare çka ka ndodhur. tregon që policia e di kush e ka bërë. Si rregull po. Policia lokale Se policia, kur nuk e di kush e ka bërë, njofton vazhdimisht. si rregull po, por problemi ti e di që Kur e di kush e ka bërë dhe nuk e prek kap dot, e prek dot, policia e di se kush e ka bërë për ta thot viktima. Për i thot viktimës, po ta mbajti, thuaj ti se kush e ka bërë, që të lëvizim ne. Po për 48 orë, ata që kanë bërë këtë ngjarje, se kur të kenë ikur në këmbë, kanë dalë në Novi Sad tani, edhe në këmbë po të kishin ikur në vendin e ngjarjes. Jo që kufiri me malin e zish aty, dhe jo që masat janë marrë miq. Ata kanë menduar ngjarje. Shiko, fakti që ata e kanë bërë pritën në atë fragment autostradës që ka më pak kamerë ose s'ka kamera fare, për atë kryqëzimi Sanxhakut, do të thotë ata e kanë studiuar mirë lëvizjet aty, me këpolviste, se kanë gjetur edhe në makinë që ka qenë i vetëm. Dhe kanë bërë këtë gjë. Dhe ky qark, po ta vërshërë qarku i Lezhës, ka ngjarje shumë të rënda. U bën vite që sillet vërdall te ky qark. Aty ndodhi e vrasja aty tjetër me gruan. Deri tani nuk kanë Kosovë që të thuin kemë dhe të presin të veshin apo. Ja, sa që s'ka filluar akoma aty. Do të me pas shumë guxim me bë ato, po te ne ende te revolja metet. Ka mbetur te Koburia akoma, Dhe te Sakica po. Te qellon ai me Sakicën, te Koburin dhe Marrall, po revolja. Te veshit e kështu nuk ka mbritur. Megjithatë kjo është vërtet ju urojmë shërim sa më të shpejt. Zotërisë, Ngjarje mafioze. edhe duhet të zbardhet sepse Është veprim mafios totalisht. veprimi në vetvete krijon panik më të madh. Fat thash ata si ka penguar kush të shkonin dhe në një vendim më ekstrem. Nuk kanë patur për qëllim ta vrasin. Qëllimi i tyre ka qenë pikërisht kjo, që ta dëmtojnë, që të vuajnë më shumë nga kjo që kanë bërë ata se sa një veprim tjetër. Dhe kjo është shumë e rëndë. Po ndërkohë ka ndodhur që nga ekstremin ekstrem ndodhin si sipërfaqe, si gjeografi. Një biznesmen tjetër është ekzekutuar në Sarandë. Edhe ky tani biznesmen është ky, por ka qenë edhe kryetar i shoqatës Çamëria. Po është. Njërazisht edhe kryetar i Çamërisë. Ishte së. Recep Ismaili. Çfarë i ka ndodhur? Din motivet ajo. Mos e kanë vrarë për e kanë Ne te ty kemi qelluar që është i Çamërisë apo është ekzekutuar ky, se ky ka vdekur. Ne te ty kemi diskutuar mos gaboj edhe para 2 vitesh, e para 3 vite duke këm ngulur, po më dhe unë kam qenë vazhdimisht konsekuente kjo pjesë, duke thënë që Saranda nga qyteti më i qetë i Shqipërisë dal nga dal, po eskalonte. Saranda për dekada ka qenë qyteti më i sigurt. Gjithë pjesa tjetër e krimit nga veriu dhe deri në Shqipërinë mesme pushonin Sarandë. Kaq konsideroi vend i qetë pa probleme. Nuk të shqetëson. Tani ka vrasje të një pasnjëshme. Çuditërisht, Saranda, nëse mos në këto 4-5 vitet e fundit, ka kaluar në një nga zonat më problematike që ka Shqipëria. Pse u bë kjo? Në momenti kur Saranda u bë qendra investimeve, kur pronat dhe trojet aty morën të tjera për masa, kur aty filloi të gëlonte paraja e madhe, pra Saranda u kthye në epiqendër të krimit të organizuar. Ngjarjet e fundit që ka ndodhur atje. Pra, Saranda ka pas rrëmbime persona, shylli. Levenoj tokë në Sarandë? Unë s'kam lera gjikundi dhe këtu e pas kam, do me thënë, atere kur ishte me, do me thënë edhe kemi patur për shkak të punës, kemi berë në një lek në përduar, lek të bo, që ishte me 2000 lek autostrada, 2000 lek të vjetra. Pa, aqë ke 2000 lek metri. Me 2000 lek metri, nuk kemi menduar që atere, do me thënë, kemi qenë bosh nga kjo pjesë. Ke pas vizion, nuk e pas vizion. Vizioni ka qenë zero, Monika. Si u blove 2000 lek metri. Edhe Allah, këtë punë, kupton. Pra, kjo e ka bërë Sarandën, që vitet e fundit të ketë rrëmbime personash, një qytet aq të vogël, dhe zhdukje personash, të ketë atentate me lëndë eksplozive, madje edhe në det brenda,
jo vetëm në tokë, Qartë. dhe që janë pjesa më e madhe në pazbuluara, dhe vitin ngjarja e fundit, nuk ta bëra kot ta ekspozim, për të treguar që aty ka dal nga binarët situata. Në Sarandë. Ka dal nga binarët. Vrasjet të Ngjarja e fundit është një përplasje e një grupi personash, aty ka pas një shkëmbim zjarri, nuk ka qenë thjesht një konflikt mes dy personave. Kanë ardhur 6 persona nga jashtë lokalit, te karburanti në të hyrë të Sarandës, nëse keni parasysh, në krah djathtë rrugës është në 6, quhet ajo qaf 6 aty dhe lagja aty quhet 6. Pra, kanë hyrë 6 persona dhe më bën përshtypje që 3 nga ata janë 19 vjeç, 20 vjeç, 21 vjeç. Dhe janë këta që janë nuk të bëjnë për burrë, tha ai. Sa që vrisin që vinte Escobarit, kujtohet Escobari vinte këta. Po sepse ata janë emocionalisht. Edhe s'merre vesh në botë. Dhe si gjenje dot. Adolescent, minoren, më komplet. Ta, domethënë, nga 6 vite kanë hyrë brenda, 3 kanë qenë të tillë. Dhe ka filluar me një sulm me grushte me mjete të forta. Pronari lokalit, që është i karburantit, si ishte objekti ai, që është viktima, nuk ka qenë ky. Pra, objekti sherrit, por sherri ka ndodhur në lokalin e tij dhe ky ka qenë me Viktor Ruçin, njeriu që ishte objektivi i sulmit të këtyre që erdhën nga jashtë. Duke parë pamundësinë për të përgjigjur atyre, ka marrë automatikun dhe ka qelluar me automatik. Nga 30 predha që ka karikatori, 21 janë gjetur, pra 9 predha ka qitur. Fati i madh që s'është vrarë njëri tjetër, aty ka vetëm një plagosur tjetër, që është me grupin e autorëve të sulmit, dhe nga krahu i autorëve pastaj kur kanë parë që u qellua me automatik, e kanë gjojtur me pistolet në kokë dhe i ka marrë jetën pronarit të karburantit. Konflikti midis autorëve, njëri nga autorët i plagosur është dorëzuar të nesër. Është për një beach bar, pra për atë që tashun për pronat, se ju rrit vlera pronës në Sarandë, s'ka më me kasht atje. Në moment që aty u sulën që nga Butrinti, si thoshte ajo, është një pikës e vogël, thoshte ajo ministra jonë, e mamën ti. Këtu thoshte ajo, në manastir, kush bërë gjitha i resorti ma. Që je e vogël, thoshte atje. A thot ishe ishulli barketa atje në mes të kanalit Korfuzit. Pra, duke sa më shumë i rritet vlera Sarandës dhe pronës dhe investimet të rritet aty. Aq më shumë vrasje do ka. Aq më ashpër është bërë situata dhe aq më shumë po del jashtë kontrollit. Prandaj situata duhet futet në kontroll. Ky konflikt thash për fat të mirë nuk ka patur më shumë viktimë. Sepse kur është qelluar me automatik, nuk ka Kalashnikov, nuk ka selektim. Qartë. Prandaj bilanci në këtë ngjarje do të ishte shumë mirë, por për fat të mirë e kemi motivin për çka ka ndodhur. Paka shumë një pjesë e personave besoj që janë shpallur në kërkim, janë të identifikuar dhe në shpallur në kërkim. 3 persona janë dorëzuar. Për çështje prona ka pasur një beach bar dhe ajo ka qenë gjë që ka çuar në konflikt, por të dyja palët kanë patur mbështetje, kanë qenë të fuqishëm, prandaj dashur nuk e kanë zgjidhur dot të gjë me shtet dhe kanë ndërhyrë me përmbaruesi që të kam thënë. Zoti Hoxha, është AK-47. Dhe e fundit, me që jemi në këtë, më diçka dëgjova, ko më parë në emisionin tonë këtu, në janar të vitin 2024, tike një lajm, një 19 vjeçar nga Puka, një djalë i ri fare baton, i rritur dhe me banim suedi kreu një nga atentatet më të bushme në ky tani, ka kryer një nga atentatet më të bushme në Bagdad, duke ekzekutuar një nga mafiozët më të njohur iraken, Mustafa Al-Gjiburi. Ti e kemi thënë këtu në studio të gjithë. Autori Gjuliana Prenga u dënua me vdekje nga drejtësia e Irakut. Çfarë ka ndodhur me këtë person? Diçka dëgjova. A ka vendime të mëtejshme nga gjykata e Irakut? Në fakt, që vëmendje në ngjarje në atë kohë bëri shumë përshtypje. Ky djali 19 vjeç, i ikur nga Shqipëria, ka ikur 8 vjeç, ka pas pasaport Shqipërisë, ka pasaport suedeze. Përfshihet në atë luftën e madhe që po ndodh në Skandinavi, sidomos 3-4 vitet e fundit, e kanë nxjerrë Suedin nga binarët dhe janë kryesisht është një organizatë që quhet Dhelpra të Kurdistanit, po ka 6.000 anëtar. Do të jetë një organizatat më problematike atje. Dhe ky personi Al-Gjiburi apo Benzema si quhet, se imitonte lojtarin e famshëm të Real Madrid. Ngjan pak. Pra ky ishte një nga 3 drejtuesit. Ka qenë mbret në këto në TikTok, në rrjetet sociale, ekspozonte jetën e vet. Por këtë ishte vënë një çmim për $1 milion për ta parë, €1 milion.
Me sa duket të shqiptaren e kam përpunuar, moshere, dhe ky është nisur 7 janar 2024 është nis nga Stockholmi. E kemi parasysh se kemi thënë... Në 8 janar bëri atentatin, ndërkohë ishte me eskort. Dhe ky i ka vajtur me motor, i ka vajtur tek xhami, dhe ka hedhë 14 predhe në 10 cm katror, që bëri shumë përshtypje. Dhe gjithçka është i filmuar, dhe ishte filmuar me vetëm qëllim, që masi të bënte vrasjen, ky të vritej. Ky shpëtoi aty dhe e kapi policia. Familja e tij u mor mbrojtjen në Suedi. U tha gjatë kohës që Suedia ka paguar para, po s'pagos Suedia, asnjë vend evropian nuk pagon. Por më tepër Suedia me Irakun, kur në Irak ju doq ambasada për shkak të digjes Kuranit Suedi. Tani, ekzistonte frika që ky si shteta suedez, s'ka pasaport shqiptare, do merrte dënim me vdekje, sepse Al-Gjiburi është një personazh nga më të rëndësishmit jo vetëm në Skandinavi, po edhe në linjet e mesme. Pra vrasjet ishte shumë e bujshme. Janë ndërprerë transmetimet atë ditë, jo vetëm në Irak, kishte shtetësi dhe iraniane dhe komsi turke, pra si themi kishte përdorur gjitha mënyrat për të kamufluar. Tani, autoritetet me gjithë kërkesat që u bën nga Suedia, po ashtu dhe nga familja, ai u dënuar në shkallën e parë dënuar me vdekje. Pastaj në gjykatën e apelit në Bagdad, gjykata e apelit e ka ndryshuar dënimin nga dënimi me vdekje ka çuar burgim të përjetshëm. Aktualisht ky është në këtë fazë të burgimit të përjetshëm. I ka kontaktet e pamundura me familjarët, nëna e tij dhe vëllezërit e tij që janë në Suedi nuk mund ta takojnë dot sepse rrezikojnë dhe ata jetën e tyre. Tha shteti suedez nuk është se ka marrëdhënie me Irakun. Familja nëpërmjet avokatëve ka tentuar që dënimi me burgim përjetshëm ai ta kryejë në Suedi, por kjo gjë është refuzuar deri tani në 3 raste të njëpasnjëshme. Në fakt frika e familjarëve ka qenë që ata mund ta dëmtonin në burg, për shkak të fuqisë që kishte rrjeti i timës, por ai është mbajtur gjithë këto kohë në një sektor me shtetas të huaj, kryesisht të vendeve të Bashkimit Evropian, që janë arrestuar në Irak dhe ata mbajnë në një sektor më vete. Ende nuk dihet do pritet vendimi i gjykatës së lartë, nëse do ngelet në fuqi apeli, pra do të shpëtojë nga ekzekutimi, nga vendimi me ekzekutim me vdekje, apo do të ngelet ai. Përpjekja për të bërë të mundur zhvendosjen e tij drejt Suedis deri në këtë moment ka gjetur refuzimin e autoriteteve irakene. Por ato kanë patur parasysh faktin që ai ishte i rrezikuar vazhdimisht aty për të eliminuar brenda burgjeve dhe për këtë shkak ata janë përpjekur që ta mbajnë të izoluar me shtetas të tjerë të Bashkimit Evropian. Faleminderit shumë, zonja Monika, faleminderit shumë, kënaqësi. Faleminderit dhe ju. Kur është seanca? Se di unë tash s'kam. Nuk thon më. Tash besoj të çojnë dokumentat, i dhe të shohti, pastaj fiksohet data. Dhe sa mund zgjat kjo? Se di vaj se kanë këto proceset e tyre. Po kjo për ideja për lirimin? Ato duhet të vazhdoj, normalisht duhet të vazhdoj prokurori, ky avokati me çështjet e masës sigurisë, ka thagma sa të duash gjithë. Qartë. Nderuar kolegi, falenderoj shumë për ndihmën edhe në sot në emisionin për sotme, nderoj faleminderit operatorët e të gjithë ekipet. Se ka emrin Sergej e operatori, apo nuk e di emrin tjetër. Pse ku një tjetër? A ka korruptuar dhe stafin ju lejë? O, zot, mos. Duhet të të atë që bëjë mikrofonin si e ka emrin. Se pronarin të dim si e ka emrin. Faleminderit shumë, nderuar të shikues që na ndoqët në programin e sotme. Do të takohemi ditën e njëjtë. Faleminderit, natën e mirë.